kur kena gjitë shej, mos e këqyrën e thike atë shejen, po këqyrën e thike me ndone që është Miloševiqi atje, është Sërbi, është armiku, kështu e thike. Atje kum pa për herë të parë Femilla Drovcin, bashkëluftar që i sharë dhe ai ndim atje. Po, ka pas dezinformata që neve na kanë kushtu valla. Ka pas për shembull që vike fjala këta janë të pashkollë, komandant të pashkollë, janë të kuq. Ne nuk e kena pas probleme që nuk kena pas ushtar vullnetar, ne kena pas probleme që nuk kena pas armë dhe municion, po jo me ushtar vullnetar. Në Çeçavic vazhdimisht ka pas ushtar vullnetar. Dhe kena prit, po për fatkeq nuk kena pas mundësi as me shku ma, po as nuk na ka armë municion. Për fatkeq 22, 23 dhe 24 shtatore kena kalue komplet atë ofanzivë me 3 prellat mortares. I kena gjut 3 prella, 2 i kumru, edhe erdh ai udhëheci i qasaj njësie, edhe po më tregon, tha një tank se kena prish, aty tank si unal, na nuk e kishme larg, aty jo me push, po me revolë mu ishe me vra. Edhe kur janë dalë të dët, aty i kena eliminue, ata të dy. Një herë nuk u një kur gjë. Mas një kohë, kanë fillu granatime, kanë fillu të shtëna. Armiku e lëshenja amnisti që ata që i dërzojnë armët, falen, amnestohen. Në rast se ju mendoni që nuk jeni për luft, kushdo që mendoni, na jap një armë neve, kur nuk ju thojna që keni dezertu. Asnjë ushtar nuk e ka kthy armën, përkundërzi kanë qenë gjithë gatshëm për me vazhdu luftën. Edhe ata mos kanë pas fort mundësi për mu largue, arrin edhe i eliminojnë të dytë në rezistencë. Aty ju konfiskohen 2 armë, pushka automatike, 2 revolet të te, njeri ka pas 3 bume ofanzive, tjetëri ka pas 4 bume ofanzive, gjitha e ngonë për vend të Kragujevcit. Smujta me përdor zolen, e ku marrë qatë topin 40 mm kaliber, edhe e kum godit njanin trup. E qasaj rrugët duke u kthy, e kanë vra babën armiku. Kështu që kjo u kon ajo qka për babën, kur e kum kuptua që ma kanë vra. Unë jam Aziz Bici, ish komandant i batalionit parë të brigadës 142, zona operative Shalës të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ky batalion ushtri në këto fshatra, Shqipitull, Zhilivod, Sibovc, Hamidi, Biolak, Glavotin, Stravc, Beçok, Mihalic dhe më në fund edhe fshati Druar. Si familje vina nga krahina e Gollakut, gjithsesi fshati Kaliq, bina në lap rreth vitit 1840-50, ndërsa në fshatin Mazget prej Boricës vina në vitin 1953. Ne djemtë dhe vajzat e prindve tonë jena lind dhe jena rrit në fshatin Mazget, komuna e Obiliqit. Ne brezin në familjen tonë është folë vazhdimisht për babgjyshin tim Jakupin me vllazën që kanë qenë pjesë e lëvizjes kaçake. Ma vonë për axhen tim Jashar Bicin, i cili ka qenë në ballin kombëtar i organizuar. Përveç këtyre që janë kanë si model që është folë tek ne në familje tonë, është folë edhe për figura kombëtare si Hasan Prishtina, Ismail Qemali, Adem Demaci e figura tjera kombëtare. Do të thotë frymëzimin e kena marrë prej familjes, duke i përmend këto figura. Do të thotë si antar i ballit kombëtar, si kryetar dhe nënkryetar kanë qenë Doan Gashi dhe Adem Glavica, gjithsesi 4 vite kanë nejtë në mal, gjatë asaj periudhe, deri në vitet 50-ta, kur fillon aksioni i armëve prej ish sistemit, ato ma veç dihet populli e din se ka pas shumë vrarë, shumë presion, shumë shpërngulje. Dhe qysh në 56-ën, agja shkan në Shqipni deri
pas luftës dikon plot 44 vjetë. Vitit 81, mu më ka gjetë në moshën 15 vjeçare, organizimin do të tune aktivitetin e parë që e kumë bo, me një shok të klasës Adem Mehanja, përveç ku më shkruje parolla Kosova Republikë si 15 vjeçar, ku gjatë asaj ditë do të veç u arrestuam prej 2 policëve civil, dhe në kanë majtë plus 24 orë, mas 24 orë në kanë lirue. Kjo ka qenë ajo fillimi im e përveç pjesëmarrjes në protest, kur është organizuar në shkollën e mesme teknike, që isha në vitin e parë të shkollës. Me tonë drejtën, emrat nuk na u kanë prezentue, Shqip kanë folë shumë mirë, sot nuk e dija kanë qenë shqiptar, po kanë folë shumë mirë Shqip. Për një 15 vjeçare në atë kohë për me personalisht kanë kërkue kush të ka shti me shkru. Përgjigja jam ka qenë televizori. Sa qysh televizori? Ta është për çdo mbrëmje po thuhet se po shkruajnë parolla Kosova Republikë edhe kështu. Edhe po ajo tha është keq, ja e kupton që është keq, tash po unë e di që juve s'ju pëlqen, po unë pe televizorit ku ndosht edhe unë me shkruaj sikur ata të tjerë. Ka bo dhe pyetja thet kush është kryetari i Shqipnisë? Thash Enver Hoxha. Ishin në kombë edhe unë edhe ai. Tha kush është kryetari i Jugosllavisë? Thash një Cvjetin Mijatović, se kur vdiq Tita, atëherë unë rrejshin si qpesh, dhe s'mushme me majtë men edhe ja dhash qetemen. Edhe më kujtohet, dhe thot, një sjellje pak, ma rept ndaj meje, po qëtoj në kam të interesum. Me ditë kush në ka shti për me shkruje, apo më kupton, edhe me ditë që ato, që kjo konkretisht, për në bilet që po flasë. Ndërsa në Prishtinë, u paraqesin si studenta, dhe na mërshin vonë, dikon 11-12 në të natës, edhe pyetjet për tyne janë kanë që me na tregue, edhe na jena studenta, edhe na jena për ato kërkesa, po duhet me prit. Apo më kupton. Veç me na kallëzu me kanë po bashkëpunani kush, qito janë kanë, u lashmi ka pak, se ishte kohë e gjumit, nuk na kanë trajtu me na rrej. Ata jo, apo më kupton aty, këna ka lu jo ku me ditë sa, ranë sa keq. Me tonë të drejtën, pak janë befasu, se nuk jem konë pak i heshtën. Jo që janë befasu, pse ku më shkru. Se na, edhe në protest, kur këna marë pjesë, vllai i madh dhe 2 motra tjera, që janë konë para me, kanë qenë edhe pjesë e organizimit të protestës, prej disave. Ndërsa unë jem konë vetëm pjesëmarrës i protestës. Bile kur u kthym pe proteste, nona me një vullnet jashtëzakonshëm na ka prit. Tha qysh ka lut. Dhe me thonë nuk u konë diçka befasi që une mu më kanë zanë ose diçka. Veç ta nuk e pas mi ditë që e bo për me shkru parolla ose diçka. Për kondrazi nuk e kam prit keq. E përfundova shkollën e mesme, e regjistrova shkollën e lartë pedagogjike, bazat e arsimit teknik, e kryva semestrin e parë, u paraqeten vështërsitë financiare, se dikur veç u rrit numri antarëve, vllai i madh u martu që në 83-ën, për fat mirë krijoi familje, ishte veç baba i punësum, edhe mu desht me ndërprej mësimin, edhe me studimet, edhe me shkue në Sloveni për me punu në Mërgim. Atje, ku më punu deri në vitin 88, kur më ka ardhur dhe ftesa për shërbimin ushtarak, dhe në 89-ën e ku më përfundu, pas përfundimit shërbimit ushtarak, ku me dos me dalë në perëndim në Zvicër. Masive që u vendosa, gjeta punën, për fatë mirë atë në Kreustingen, kantonin Turgat Zvicrës, veç kishte qenë i organizum klubi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, aty u takojshmi me mërgjimtar, u takojshmi edhe me aktivist, aty më taku për herë të parë me disa aktivist, si Adem Grabovcin, ma vonë Bilal Sherifin, edhe u bona dhe antari lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës, ma vonë, mas dikon 2001-2002, lëvizja popullore e Kosovës, jena marrë me aktivitete për ndërgjegjësimin e mërgjimtarëve atje, sepse lufta veç në Kroaci veç filloi, në Sloveni pak, dhe në atë kohë ne kena qenë prej atyre që pa luftë nuk do të pështon as Kosova, jena marrë edhe me organizimin
dhe marrin pjesë të protestave në disa shtete të Evropës, këto janë kon ato aktivitetet kryesisht. Unë e më me letrat punës dhe kur kum pas pushime jam ardhur të shtëpia në Kosovë. Njëna për kërkesa për LPK-s ka qenë që me fillu shtrirjen e organizimit në Kosovë. Ma kanë dhënë pseudonimin Nipi që do të vijë te unë dhe mandej me fillu shtrirjen e organizimit. Kum prit që po vjen me javë me muj, po nuk kanë ardhur dhe ma vonë në 97-ën Ragi Berisha, një shok i klasës, si person, si aktivist i LKÇK-s, i lëshu mbrojtje liri, që veç ishin të burgosën një grup, edhe i UÇK-s, edhe i LKÇK-s, më kërkoj takim. Unë s'jam qëllua ditë, po më kalon fjallën të baba, u taku në Prishtinë, edhe më tregoj se gjatë hetuesisë e këshin pas pyet për mu, që a është edhe ai pjesë e këtij organizimi. Tha normal që nëse na me vite nuk ish mi pa. Unë nuk isha pjesë e organizimit. As të grupit Najt Hasanit dhe as grupit LKÇK-s që u burgos. Edhe kërkoj bashkëpunim, se e pa që unë isha pjesë e LPK-s, kështu që vendosëm me bashkëpunue bashkë. Ishte në takoj edhe me Agron Ramen, ma vonë dëshmor i kombit, e me Agronin i kum vazhduar deri vonë takimet bashkëpunimin përmes me Agron Ramen. Unë kur u takova me Agronin, për herë të parë më tregoj që i shkon shok i klasës të vllau tem, Selmonit, që punoj në Zvicër. Dhe tash i përveç na si familje, se Opiliqi është komunë e vogël, na e na njoh si familje. Tash u njoftëm pak ma tepër që i shkon edhe shok i klasës të vllavt. Do të thotë që i bike dikon ofër 4 vjet ma të ri se unë. Edhe takimin me Bacin atë kohë, nuk e kum njohur që është Fatmiru Malli, si njëri i rëndësishëm të LKÇK-s me kërkesën e tina, mi ka caktuar vazhdimisht Agron Rama. Këtë e ka pas. Ma vonë, tu e ditë që është ma i ri se unë, një këshill ja kum pas dhënë, i kum pas thonë, kur mos më trego diçka që e din që unë nuk kam nevojë me ditë ose me ndihmu. Tregon veç për ato që e din që duhet me punu bashkë. Edhe dyta, detyrë të vogël edhe të madhe për kam nuk ka. Se e pa isha dyqyr sikur po heziton që kjo është ma i vjetër e kështu. Edhe kum pason çfarë do detyre që të kish, mos hezito, më tregon edhe e kryna punën bashkë. Çto janë konkretisht, ka qenë djalë i disciplinuar, djalë shumë i sakt, asnjëherë kur nuk e ka vanu kohën kur i kena caktuar terminet. Masi që unë e kum marrë pushkën prej Bacit, mas disa jave kanë fillu përcjelljet. E vrejsha në distancë që jam duke u përcjell. E kum takue Agronin, punoj në tregun e madh të rrugën të stadioni, e kum takue, edhe e kum njoftu që jam ka përcjellna. Edhe i kum tregu që do të kërkoj me dalë një legalitet të plot, jo gjysmë legal. Po para se me dalë, u konë mirë mu taku me Bacin. Në rregull tha, intereson edhe ta caktoj takimin. E caktoj terminin, jam taku edhe i kum informue që unë po dyshoj që jam ka përcjellna dhe unë du me dalë një legalitet plot. Nuk po du me rreziku as familjen, as juve shokt. Që kjo ka qenë ona për kërkesave. Mirë tha Zesta, po konë mirë tha me shku sa edhe njëherë tha mos i ki mundësi të leta me shku në Minhen për mi bo disa porosi. Thashtë në rregull dhe ato, edhe pse, pak me prites, nuk hetoj që po hezitoj, po u friksojra që kur të shkoj kufe ose dikun, apo në këtë që ka mundësi me më arrestu. E kum pas do të thotë, nuk kem shefi këtë fardroje. Por nuk ndodhi ajo. Shkova në Minhen, u takova me Shukri Klinakun, ka qenë përfaqësues për jashtë për LKÇK-n, i kryva ato porosi me çka më tha Baci, dhe mos i kryva ato porosi, u ktheva në Zvicër të vllau. Atje, kena pritë edhe disa ditë për më mbledh hela vullnetar, edhe në takue të një Osman Shahini, gjithashtu aktivisti LKÇK-s, pseudonimin Hafizi ma ka propozu a i vetë, se më tha,
Azez duhet me pas një pseudonim, nuk ban me shku me emnin që ti e kije, po duhet me shku me pseudonim. Tha edhe ta kësha propozu Hafiz. Dhe unë ku mbajt këtë pseudonim deri në fundin e luftës. Kur jam shku të vllau i vogël, Qëre, pej Minhenit, ka ardhur dhe vllau Ramadani pej Suedije. Aty i kena da detyrat, vullneti tyne dhe kërkesa e tyne ka qenë që na aj po shkojon. Vllau me gruën e vetë ka qenë në Suedi me 6 fëmijë. Vllau ka qenë në Zvicër dhe unë i thash, jo, unë duhet me shku atje. I kisha disa përparësi që duhet me fillu luftën unë, sepse isha që i një ilegalet, gëthuese të gjitha, mendojsha që jam pak ma gjakftaft, mendojsha që i plotësoj disa kushte, kështu që unë vendosa që unë duhet u bashkangjit, ndërsa Selmani vllau e mor detyrën me u marrë me vullnetartë, me i bartë pe një vendin e një vend tjetër, dhe ato e ka krye me shumë sukses gjatë tanë kohës, që janë ardhur dhe për shteteve tjera, jo vetëm për Zvicre, dhe me marrë kontaktin e përfaqësuesve të tregut zi të armatimit evropian. Edhe ato e ka arrit, për fat keq nuk kanë pas sukses, sepse nuk kanë qenë të gatshëm për me e pru armatimin sipas kushteve që ja u kanë afrue përfaqësuesi i tregut zi të armatimit të Evropës. Edhe unë kum vazhdue të thotë jena përshëndet në fund, edhe kena vazhdu rrugën me vullnetar. Janë ka ndikon një kambi vullnetar, kena mri deri në Durrës, prej Durrësi kena shku në Tiranë, në lagjen e Laprakës, aty kena fillu stërvitjet, jena taku edhe me një ushtarak, që është i njoftën thujse për gjithë ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Adem Shehun, edhe kena pas stërvitje prej tina. Prej Tiranës jem shku e kum pas Axhen në Elbasan, për me vizitu edhe me i tregu që une jam për rrugë me shku në luftë. Edhe më të kur më ka përcjell pej turizmi të qujka i hoteli, ku zakonisht u pike kafe në atë kohë, deri te busat aty ku neshin për Tiranë, tha Aziz, për rrugën që je nis, të duhen ca mustace. Ju rujtë Zoti, të dalë që faqe bardh, edhe jena përshëndet. Edhe pe atëherit unë i mbaj mustacet. Me tonë drejten, unë i krenar, e kum pasë unë i krenar për ata, bile më tha, te kisha moshën bile. Se në atë kohë tash kjo koni 18-ës, kogja i vjetër konë. Se tha, po jashari kishar me ty bashkë. Po e ka pas atë krenarije, ka shprej. Po kontaktin e aty, kur jem shku, e kum po me Sabit Gashin, njanin nga njerëzit e rëndësishëm të LKQK-s, antari Këshillit Përgjithshëm, antari Kryesis, me të do të i kum pas kontaktet që jem takue. Edhe prej aty do të në ka marrë Ademi, jena shkuen teren atje, në ka folë për luftën, për sulmin, për mbrojtjen, të amonile një qëndrim një ushtarakot, që neve në udeshke, sa që jashtë në kalon për shtypjet, që edhe këtu kur jena këthy, deri se e keshmi atë njohje, do tëtë ne nishmi vetën shumë mirë edhe këto që qa vizë kur jena ardhë. Unë mendoj që na nuk i kena shfrytzu kapacitetet që i ka pas Shqipnia për kohën. Kjo është gabimi që ka ndodhë. Se si kur të ishin shfrytzu kapacitetet dhe mundësit për kohën, unë mendoj që lufta kishte me qenë shumë e suksesshme. Për kundrazi, pa ushtarak të Shqipnis, pa përkrahen, pa mbështetjen, nuk kishte, se di edhe a kishte me fillu bile. Po edhe profesionalet, sepse shijen që ushtarak të tyne kanë pas, s'po tëm nuk të tëm përvojat luftës, po atë trajnimin që ta bëjshin, ligjeratat që t'i jepshin, frymëzimin, moralin edhe këto, ndikojshin pozitivisht. Edhe pse edhe ata ishin gatshëm kur do që me i thirrë, ju bashkanësit që në luftës, këtë përshtypju në kum pas. Kur kena gjitë shej, mos e këqyrën e thike atë shejen, po këqyrën e thike me ndone që është Miloševiqi atje, është Sërbi, është armiku, kështu e thike. Rruga për me kalu kufinin nuk onë e shtiru konë.
Dikon 12 vetë jena konë në grupë njësi që jena njësë për me kalu kufinin. Në gjitha artë i kena pastru, i kena lonë gjendje të gatshme për përdorimin në rast se vje puna të takomi me armikun. Bile Sabit Gashi, i cili kishte kalu ndoshta disa herët kufi, më tha, Aziz, ta ke marrë ta shumë pesh, është teren i shtirë. Se përveç 2 pushka automatike që i mora, një PKT me disk në juseshmi, ku marrë edhe municion, edhe për pushka automatike 762, edhe për PKT, dhe municion ishte Iran. Dhe unë esëm, po që shta Sabiti është të doli, që i shkon ranë, po më ka ndihmu Sabiti. Më ka ndihmu e kena kalu rrugën mirë, pa një rrezik, dhe kena kalu kufinin, çdo kush ka shku në drejtimin e vetë zonave, ne bashkë me Sabitin shkum në Suhareg, fshatin Dobërdolan, të shtëpia e Abedin Balës, njënin nga aktivistët e LKÇK-s, ne kanë bo një pite shumë mirë, aty kena bujt një NATO se 2, prej aty ka ardhë një Arben Fetoshi, nip i Ukshin Hotit, tani dikon doket përveç në universitet si ligjërus, punon edhe në RTK, në Radio Kosovën, edhe me makinën e vetë në ka pru deri në Stravc. Une jam konë për guerile në Prishtinë. Kur kena mrinë Stravc, jena vendos në odën e njënës për familjeve Hasanaj. Aty shkon edhe baza, selia e organit çlirimit të LKÇK-s. Aty e kum taku Valën Muratin, Agim Kuletën, Blerim Zhabarin, dhe nuk ka vanu shumë, ka ardhur një komandant, njëri ndër të parët organizator aty mas Fatmir Omullit, me një qendrim të Shtarakut, me një qendrim burnor, me një pritje të jashtëzakonshme, e kishte fituar autoritetin të ushtarët, ishte njëri që e kishte udhëhequr një betejë me 10 qershor, do të dikon para 10 dite para se me ardhën, një betejë shumë të suksesshme, që mirë i kanë po dome armikut. Aty me sa unë e di vetëm një apo 2 kanë qenë plagesë, jo tron atleta, do të thotë kanë qenë shumë suksesshëm. Jashari, Duraku ka në Novka, edhe atë e kum taku. Manej dikun mas një javë apo 10 dite, Fatmir Omulli më erdhe dhe më marë, më nisë për fshatin Bellaqevc ose Bardh. Jena nisë, po pa më rritë të Shqipitulla, unë jetë në disa granatime. Kur kena më rritë atje, e pamë që i shkoni sulmum. Po jo me tentu këmsëria, po vetëm nga distanca këshin granatu forcat e armikut. Ne veç kur mretëm atje të Bellaqevci, e pamë janë do pisha ka pomzetini atje, i pamë një 2 tankse u pajshin, po nuk granatojsh, ishte distancë. Dhe kena më rritë deri të punëtoria e Kekut atje, e Mije su qujke. Atje kum pa për herë të parë Femilla Drovcin, bashkëftar që i sharë dhe dhaj në dim atje. E shumë komandant disa tjerë për i Drenicës që ishin ardhë. Dhe masi ma veç përfundoj u konstatu që atë ditë ma rrezik nuk ka, jena këthy në shtabin që i shkon me organizum, se kjo ka fillu sulmi ka fillu mas një javë që është marrë në kontrol nga UÇK-ja. E aty u taku me erdhe dhe Shaban Shala, në atë kohë, komandant si në zonë nuk onë a i farë teritori ku ma vonë është batalioni i parë, që falëm edhe po flasëm, si në zonë që Qavicës është qujtë, Hellas zyrtarisht nuk i takoj kja as Drenicës as zonës Shales. Ka qenë Mensur Kasumi, dhe mensurin e pyti Shaban Shala, ishte ushtarak për i zonës Drenicës, tha që ka të vynë ndihma. E kalzoj këj numrin në ndihmave të ushtarëve sa, dhe të nesërme në mëngjes ka fillu e granatimet, po tash jo mon Bellaqevc, kanë fillu granatimet vazhdimisht në Habe. Granatimet janë konë të shumëta gjatë thujse të ditës, kanë ardhë ato forca ndihmë prej Drenicës, për fat keq, 2 prej tyne,
po sa futen në pozicionin hade, vriten, vijën dëshmor. Unë e la se kisha kuptu në fakt, ka mesi i ditës veç kërkova me taku bacin, dikush më morë me makinë dhe më qëjtë graboci i Bereshve, atje e kum pa ato dy dëshmorë që në këshin ra, thash Zotit lashnash, edhe em thash Zotit lashnash, Fatmiri, thash që shpja bojnë, ata u kanë mirë me shkuën në fshatin Hamidi, se ka mundësi me në sulmu edhe anej, edhe me një ushtar tjetër, jena shku në fshatin Hamidi, se unë hela nuk i njësha gjitha njësit, se unë u pregadita me qatë rrugë për me shku në Prishtinë, po mos i në rrej situata, tash s'ishte e veshgu me tereni për me vazhdu edhe u deshte gjëshqyshu para qëtë nevoja me nejtë aty. Edhe dikun ku më rrije në bramje në Hamidi, aty i shkon një otë ku i shkon i vendosën, se deri në atë ku janë kanë veç komandante njësiteve me njësite veta. Dhe me thonë se s'ka pas atër hierarki, s'ka pas organizim. Po janë kanë njësitet që në qujtë, me në gjesë më nej, u zgjumë, ta ku më ushtarë, unë njoftën, edhe prej aty jetë kumë filluë, me bashkë me ushtarët me hapë kanalet, për luft, kështu që si koordinatori të terenit, jam marrë dhe kumë vazhdu. Në për fshatin Hamidi, Bivolak edhe Glavotin njerë. Ma vonë, ka ardhë një komandant brigade, a i shkon, po ka qenë në tonë pjështlanit, ka ardhë, i pilqej puna që e këna bo, kërkesa e ti ishtë që tash dësh me ardhë në shtab, në Zhilivod, atje ku ishte shtabi i komandës, edhe ashtu bona shkova dhe pja të jytë më ndaj ku më vazhdu e prap njëjtë atë punë, për me i koordinu punët, zakonisht hapin e kanaleve, për fatkes të bunkerave strejmorve, nuk kum pas sukses në fillim, se nuk e kupteshin e loranësin e tyne, ajo dhe të të ma vonë, kur të flasëm, kur ka fillu, kanë mas shtatorit, ofanzive shtatorit në 88, që në kanë të bindën që na duhet me i hapë dhe në transition bunkerat në strejmorit. Tu janë kanë mas shumëti që ne dhe të kanalet janë kanë të mira që në çdo moment na me kanë të gatshëm, me kanë të përgatitur në rast se armiku sigurisht nuk të tregon kur të sulmon. Po gjatë kësaj kohe me ne është shumë e rëndësishme se vazhdimisht jena marrë me çtu. Po gjatë kësaj kohe u paraqit nevoja me i propozu, me i shpall ligjet e luftës. Unë e njefsha një shefqet planin, ishte Mik i Bardhël Mahmutit. A ishte përfasus i vetëm për jashtë Kosove, për ndërkombëtar me takim me të hujt. Politik më dha telefonin edhe i thash Bardhël, tereni është ka i lyp ligjet e luftës. U kanë mirë, se unë nuk i njefsha njerëzit e rëndësishëm të shtabit përgjithshëm, u kanë mirë mu taku me të atë dhe mi u thonë që me analizu edhe me i shpall ligjet e luftës. Tha shko, tha në Likovsk të e ki Adem Grabovcin. Me në Likovsk jena kon shkuune Agem Kulet dhe Valan Morati. Edhe dy. Atje në priti Shaban Shala. Kur i thamë se jena ardhë me takue Ademin, a tha jo, tha që nuk është këta këtë, tha që 3 muaj dit nuk është. Kështu që na nuk mujtëm për mu takue me ata njerëzit e rëndësishëm, do të thotë që ideja jam ishte për me shpall gjithçysh ligjet e luftës. Kjo ka qenë dikon muin, ka funi korrikut ose gushtit 98-s. Unë e ku mendu që për me luftu është mirë propagandën dhe për me ditë përgjithsinë secili, qoftë ne si koordinator, si komandant, si ushtar ose kushda, unë mendoj që kur janë edhe ligje, se ligje përcakton edhe identitetin e ushtrisë. Dhe isha i sigurt që disiplina dhe çdo përgjegjësia ka qenë ma nivel. Që mos me thonë, filoni është ka e bën këta, po është ligji ka e bën këta. Kjo ishte arsyeja që e ku menu që është e rëndësishme. Atëherë kena vazhduar që ashtu, tu u bazue në konventa ndërkombëtare, në ligjet e luftës, tu i pos parasysh ato, a vonë si edhe si komandant, është dash me i ditë drejtat tona, se deri ku na lejohet, do të thotë përgjegjësinë tonë më shumë, vetëm që ashtu, po jo në ato ligjet do të thotë
të shpallën e pej shtabit përgjithshëm. Kena vazhdu dhe të në përgjithsinë tonë të i posë parasysh ligjet në bazë të konventave ndërkombëtare që ka një ushtri shqerimtare. Dëshmori dhe të thotë që e kum pa momenti kur në ka vra i pari, është Avni Saraci, në gosht 98-ës. Unë isha të shkuar në fshatin Glavotin, ndërsa kur ardh me një kamion, që në rezistencë do të thotë që u takue me ta shtuqujtur polic, se ata polic nuk janë konë, ata janë konë armiq. Edhe nuk ka arrit me ka armën për para, se ju ka ra që ashtu në befasi, dhe kështu që ka konë ma i suksesshëm. Aje në vështrej, kur në takue me armikun edhe e vret. Aje shoqërusi, dhe të të arrit me marrë me qitë në kamionet edhe me prue deri në Bivallak. Në Bivallak në taku, unë edhe një Bajram Krasniqi i fshatit Gjilivod, ajo konë edhe infermier, konë teknik, po për fatë keq kish pas në rojet. E konstatoj aje që ka në rojet. Nuk ishte e let, e ran ishte, po dëshke me majtë veten, po sidomos mos me shfaq para ushtarve dhe popullatës. Këto e na mundu vazhdimisht dhe të mos me shprej, me majtë në veti. S'pakon 2 mujt i kena zhvillu takimet me populatë, se o konë shumë e rëndësishme, se propaganda e armikut e bëj këtë veten, vishin lloj dezinformatash, dhe kur u takojshme me ta, na pajshin, kishin drejt me na pyet, kishin drejt gjitha, na njefshin, kur na njefshin, na ngajshin llafin, lëshin edhe besimin me neve. Dhe kjo ka pas efekt, këto vazhdimisht na kena marrë takimet me popullatën, thujse në gjitha fshatnat. Po, ka pas dezinformata që neve na kanë kushtu valla, ka pas për shembull që vike fjala, këta janë të pashkoll, komandant të pashkoll, janë të kuq, janë të huj, me koni venit, pa djali filonit, a përshet, me thonë, krejt këtu kanë ndikue dhe të thëtë që nuk po të na kanë kushtu shumë, po e kanë penges bukur e madhe. Ka pas rast për shembull që kanë thonë gjatë kohës të betejave, sidomos shtatorit 98-ës, kur thonë se forcat serbe janë vesh në uniform të UÇK-s dhe janë himalit, edhe kjo na ka kushtu bukur shumë. Ka pas që ku janë konë komandant ose luftarët e Zot që kanë besu ushtarët në ta, rrajshëm kanë thonë u vra filan komandanti, u vra filan luftari, edhin që luftarët me një vetën të vetmuar edhe mu të tërheq pi frontit, domethënë këto na kanë përcjell këto dezinformata, këto propaganda. Për çfarë po them, sikur të ishin sipas mendimit tam ligjet e luftës, nuk e kanë pas lehtë me veprue edhe njerëzit e dyshimt, që s'mundet kërkosh me thonë që nuk ka pas. Ne nuk e kena pas problemet që nuk kena pas ushtar vullnetar, ne kena pas problemet që nuk kena pas armë dhe municion, po jo me ushtar vullnetar. Në Çeçavic vazhdimisht ka pas ushtar vullnetar. Përkundrazi, veç është dashur me pyet, në rast se janë kanë qyteteve ose të fshatrave tjera që nuk u kanë kontroll të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, veç është dashur me pyet, a je i rrezikum në rast se kthehesh? Ka thonë jo. I kena thonë shka. Në kohë që na vjen të thirrëm. Në rast se u kanë i fshatnave ku ne kena pas në kontroll, këto 10 fshatna që ka i përmena ma herët, atëherë na i kena thonë rrin dispozicion, po na u kanë dashur se kena pas edhe punë tjera, na nuk kena pas punë veç për me luftuar, që tregova që është dashur me hap bunkera, strejmore, kanale dhe kështu. Për deri në dikun mas shtatorit 98-ës, kur janë shkuar vullnetarët dhe janë kthyer dikun në fund tetorit dhe në fillim të nëntorit, do të thotë mundësitë për me shku me marrë armatim dhe municion janë kanë deri diku dhe mas nëntorit. Do të thonë që atë dikun rreth 6 nëntorit kur na kthehen për fat keq. Na ndohen ushtarët, disa kthehen vinë, disa shkojnë në Tiranë dhe disa vinë rrugë krejt tjetër. Bile këta 2 që po duam i përmend, na bin dëshmor bashkë me komandant tonin dhe micin, janë konë Hamdi Hajrizi, Bektesh Haliti, ushtar tonë, dhe për fat mirë kujtim Saraci i cili pështan po i plagosur ran. Po shoqërt ashtë është mirë.
dhe të deri në atë kohë kanë pas mundësi, por rrallë, po ka pas mundësi për me shku me marrë armatime dhe municion. Por prej dhetorit 98-ës, ma ka qenë pa mundër, si mbas informacioneve që mu më kanë ardhë, shtabi i përgjeshëm kish pas arrit me bo një bataljon për logjistikë. Dhe mu mërë fjala që bëne kërkesën që ka duhet dhe sa të duhet, e bina na. Unë e ku bo kërkesën për llojet e municioneve, për armatime, se ma shumë, se armë nuk është që nuk kena pas municion mjaftueshëm. Dhe sidomos nuk kena pas predhat mortajës, dhe thonë kundër mjeteve blinduese të forcave të armikut, tankse, transportere, blinde dhe këto. Ato neve na kanë munguar si bataljon. Dhe kena prit, po për fatkeq nuk kena pas mundësi as me shku ma, po as nuk na ka ardhur municion. Ofanziva e shtatorit na ka gjetë edhe më keq se sa që atëherë kur tash në tetor nëntor që na erdhen një pjesë ushtarë me armatim dhe municion. Për fatkeq 22, 23 dhe 24 shtatore kena kalue komplet atë ofanzivë me 3 predhat mortajës. Neve, kur në erdhë në shtab fjalën me ngjes që hinën tankset në Glavotin, kjo ishte fjala e parë, nuk kena arrit me marrë komunikim me njësitë të tjera se çka shka ndodh, tash e bënë ndërhyrje në valve, apo çka ndodhi nuk e di, bashkë me komandantin e brigadës, Enver Ruçin, kena marrë me na Edhsin, predhat, ato çka i kishme aty, edhe na nisë në qatë drejtim. Kur kena mrinë një fshat, Bivolak, pa mrinë fshatin Glavotin, kur neve na thanë se kanë ardhur tenkat, aty e na nalë edhe i kena do detyrat. U morën vesh që Enveri mu kthy prap të shtabi, edhe me e kuptue se ka hina të sulmum, se nuk e dishme, vesh e pajshme dhe gjëshme që po bin granata, në gjitha antë. Dikur mas një orë më ka tregu që jena të sulmum edhe brigada 114, zona operative Drenizës, edhe komplet brigada jonë, dhe batalioni parë dhe batalioni dytë, ka ushlani anë që kanë. E mora këtë informacion, edhe jena përshëndet, ajo në gjitë nalë, tash mu deshke dikush me më ndihmu, se kisha pak rënë, se u deshke pak ma shpejt me më rri aty, se edhe ju ikë shtënave të armikut, mu afru një djali i ri dhe tha, unë e tha, du me të një mu. Edhe ja thash mina Hesin, jo municionin, hajde thash se kena me kalu mirë. Kena shkuaj djallë bile shumë me vullnet, as hiç si shkike menja që po bin granata ose diçka. Kena mri se nuk është larg fshati Glavotin, është i afër me fshatin Bivolak. Kena mri aty, e kum taku e Bektesh Halitin, veç kisha mri unë në Bortina. Ha, tha mirë, tha pas ke po që e arë, thash mere djallin, thash edhe kthehen Bivolak. Edhe në të montu mina Edhsin, dul baba i Bekteshit për i shpije, thash oba si nu, thash, a këtu jeja? Jo, thash, qka po bë këtu? Tha, jo, qka po bë ti në shpitem. Po me të mirë, normal. Thash, unë thash, jem ka montaj që të mina Edhs këto, se po na vynë. Thash, po ti duesh mund gjitë në altë. Me prejtesu shku. Po s'ma prishi, tha, po shkaj. Se nuk do i keme shku. Tha, jo, tha, kur gjë mos mund qa me bo, tha, du mi e pa, ka luftani. Edhe, i kena gjut 3 predha, 2 i kumru, edhe erdh, ai udhëheci i qasaj njësie, edhe po më tregan, tha, një tank se kena prish, se e nërë 6, 3 e nalë atë, me fillim, e 3 e në gjitë, pe atyjet ku kanë mëri, i bjenë mes fshatit Mihalic dhe fshatit Bequk. I ka aty dyku në 1500 metra, 2000 metra, që jenë shku ato 3. Edhe tash na eve i kishme veç edhe 2 predhat mortajës. Njana nuk bani, edhe pse e theri gjelbana, po nuk bani, nuk aktivizue, nërsa predhat tjetër për fatkeq nuk e qëllu. Edhe në momentin kur kjo nuk ka qëllu, sikur kur e kuptuan që jena me të patu. Ne ka shkel kanalin, ka dalë nalt, është shkolla, rruga për straf që nxitet nalt, aty është dheju shumë nalt. Edhe aty tonsi u nal, na nuk e kishme larg, aty jo me push, po me revolë më ishe me vra. Edhe ata prishin na prishmi. Apo dalën dikun komsaria, as një shanxia, as kërkush nuk dul ke pi tonsi. Se na i kishme pozitat mirë aty. Në qatë moment
jena konë dikun 7 ose 8, nuk jena konë ma shumë. Po ne tash jo lërgë edhe kumë thonë, tash veç nga 3 kena me nejtë në gjithë në naltë. Se ne e preqme deri sa ishmi të sulmum të na ondë, ky krahu për shqipitullës dhe fshatit si bëth, ka ra këgja shpejt. Dhe nuk kanë afru këgja shumë. Dhe me thonë gati dhe shte lagja e bereshve, fshatit biolak veç këshim rri. Për shkak të mungesës të predha u konë kjo, se aty asaj e tonë s'kish mujt me nejtë, edhe ajo tjetra që u konë ma mrapa, që e për krakje këta. Edhe, kur janë shku edhe ata, këna prit, mos po del një komësor, nuk del ke kërkush, ata prit në aprit, edhe disha që në kufë që na vinë tash pe i krahi tjetër, pe i lazës të bereshve tash, për neve bëhet vonë. Edhe ku më thonë, hajdi, e kena lëshu fshatin nga hotel, njëna këthy në bivolak, aty e kena pa një plak në barë. Me tel i shkon rjetë, edhe i thojna, hajde, se fillum i shkon një qeni lidhën, shkun për me zgjidhë, mos me lanë lidhën, që ashtu i shkon edhe një shtalla të një ahër, jo i madhë, po lapa të s'kish pas, atë qaj qenë po. Edhe po thetë, jo sa e kom plakën e paralizume. Kur i në mrenë aty, i shkon e shtrime aty, mirë dita lukë, e tha mirë dita. I thëmën ati bashkëftarit, shko gjojnë një dru dikën, unë qebën e more e lidhe dhe këne dhe ne, për që sa qka po bën? A e lukë, thash, duhet me të marë. Tha punë e zve, punë e s'fot ves, e kena marë, e kena qitë dhe e kena që derin straftës. Apo di. Edhe më kujtuat që ba kur ju kena afru më deri dikën, se e në konta shpika tonë atë shtarë në vinë e dytë, këne i ka lazë e dorakve në straftës. E atëherë kër i kanë po këmësërin, kanë fillu me gjume PKT të undit. Jo për shkak që na ishmi në rrezik për ty, nëse na veç unë gjetëm, bukur në altë ne. Qështu ka kalu dita e pare ofanzives, 22 shtatori, do të me kejt pak municion. Dhe në brame e kumë prit raportin se ka pas granatime shëmt, jam friksu që kena me pas viktima shëmt popullat, për fatë mirë. Për fatë mirë nuk kena pështu letë. Marveshje me Enverin i kumë sugjeru që popullatën qysht me nxes, u kanë mirë me nëzirë jashta zonës të luftës që neve që keshmi shpallë si zonë të lirë për qëto 10 fshatna. Nuk e kumë ditë që kanë me shku në Rëznik, unë e kumë menu që kanë me dalë malit, po vetëm jashtë drvarit. Kush ju ka thonë me shku në Rëznik, unë nuk e di. E aty duhet me falendëru tajni Ogato, u kone huja në tërkomtare. Ajo ka shku, kush e ka thirë, tek e ka shthirë, nuk e di. Po aty të nejë civilt e ka një vetën shumë sigur, shumë mirë, pëse ne e kena vazhdu pa në ditën e dytë të luftës, vit dytë të frontit, gjithësisht të lagja durakve të shkolla e Strofcit, aty, të thonë të nesërën në 23-ën. Ditën me bo një farë manevrimi, ato tankset që ta shkun nërmje fshatit Bequk edhe me Alic, që mu më bënën për me i dalë si për para me disa bashkëluftar atje, që i kumë pas luftar shumë zëtë, edhe një pjesë tjetër e lashte durakt. Edhe aty kanë fillu granatimet edhe këne në dy antë, apo më tënë, po këta që metën të durakt, të lagja e durakve të shkolla e Strofcit, nuk e kanë një vetën shumë të sigurt, edhe kanë bo një levizje tjetër, kanë arë drejtim të fshatit Bequk. Dhe ata që kanë shfrytzu qatë mundësi edhe ja kanë mësy qati drejtimi. Forcat e armikut, neve në ardë lajme që qështu në qatë drejtim, ta ne kena shkue. Të lagja e Ashara e kena mëri para tyne, në stras prap. Kanë qenë një pik me Gulinav, një pjesë e ushtarve. Gjujshin, sa kanë gju ata, nuk janë afru ma nej. Dikur ja qova fjallin, thash lenje, thash let afru se na i preqmi aty. Kër janë afruet të ajo lagja, ka Zabeli, më rejtën të ka shpia të Sabitit quhet, aty ajo fa lagja, e desha që zakonisht vëzhgust i prinë këmësëris. Ne ishme të ish shtabi, edhe i përcilshmi, dolin një vëzhgust. Hinin shpe, se ishin 2 shpia të, një me avogë, një me amave. A i hini dul tjetri. A përshet, ta shune e pritshmi momentin që qysh mi vratë të dytë me eliminu. Edhe, kër e poshtë që dule e tjetëri prapë, na kena në rruta zhvenë. Edhe kanë hi bashkë në qatë shpi që ati o bori ku kem na. Edhe na jena më shef, jena pozicionu mas do shkurave që s'kanë mujtë me na pa.
Dhe tash, logjikisht, kur dalën e dëshmi që pa u bo bashkë nuk bëhet. Se ishte tash një hapësirë derisa të vinte shtëpia tjetër. Na nuk ishmi të shtëpia tjetër, ishmi në gjyst. Edhe kur janë dalë të dytë, aty i kena eliminue, ata të dy. Një herë nuk u nik kur gjë. Mas një kohë, kanë fillu granatime, kanë fillu të shtëna, dhe ne tash jena këthy bamrapa. Edhe jena shku, i quhet veni të guri i kishës, lugu i kishës, jo të guri i kishës o manalt, aty është lugu i kishës. Edhe u takum aty me disa bashkëleftarë, dhe ditën tjetër, dita e tretë ofanzivës, na në për shtëpia s'kena mujt me bo rezistencë, jena pozicionue në malet e Çeçaricës aty, për fatë mirë ata nuk provun manej, edhe kështu që me 25-ën me nëgjes veç janë tërhjek në gjitha forcat e tyne. Kështu që këtë ofanzivë, si të parën ofanzivë, që unë spaku une e pata, me atë shpak municion e konsideroj që do me materialin e kanë boshën, po viktima njerëzve në luftarë kena pështu e shumë letë. Po që kam ka bo me një vetën shumë mirë, kur jena këthymet 25-ën, aty në ditëve me njëherë pas ofanzives, që kum takue popullatër dhe krejt, njëherë filloha me një vetën keq që s'mujtu me bo bëllë. Dhe këndët që kum takue, më kanë thonë kështu. Mos kujto që nuk e kena ditë kush është Serbia, që është e fort, është, kanë armatim. Vet i kena bon, vet kena me bon. Me rëndësi është që në njerëz kena pështu mirë. Më thoni kena pas këto komplimente, këto, qështu e kena kalu shtatorin në 98-ës. Mas ofanzive shtatorit në 98-ës, bile veshin në thëshin, hajde të regona ku me qelë bungerin, hajde këtë regona ku me qelë strejmoren, se e ponë sa janë transishme. Edhe në shku edhe qka është një përparsi e mirë atë në Çeçaricë, ka ujë, të pijes ka shumë. Bile, u bëjke një organizim ma që mirë, që e kishin marë ujtë me gypat PVC-s. Edhe zakonisht ne i gjojshmi që ashtu venat për mi marue, që në kofë që tash të one, e mërsha ujtë, e vazhdojsha viket e ti. E mërsha ujtë, e vazhdojke, e shkojket e tjetri. Në do nuk o një organizim i mirë. I jetës, dhe banorve, dhe të pjesës, një madhe të ushtarve, në për bunkerë dhe strejmore. Pas shtatorit 98-ës, armiku e lëshenja amnisti që ata që i dërzojnë armët, falen, amnestohen. Ne e pam që kjo është një lojë rrezikshme që është kalu në armiku. Edhe jena bo bashk, une, komandanti i brigadës, Sabit Gashi, në të koga një lahu, edhe e kena analizu situatën, jena armë për fundim që duhet mi taku të gjitha njësit tëna, bashk, veçmas, njësi, po edhe me se cilin ushtar veç e veç, mi alboka një pytje. Bashk kur jena takue, ju kena thonë luftën e patë, qka është? Në rast se ju mendoni që nuk jeni për luft, kush do që mendoni, na jap një armë neve, kur nuk ju thujna që keni dezertu. Por, armiku për i kërkan armët. Armiku të gëzëm një dhon arma. Apo në kuptan. Kjo konë, qka ne e bisedojshme bashkë me të gjitha njësit. Nërso, me se cilin e veç e veç, që mus mu ditë sa po dërzoj, që ne morëm sy që ka mundësin e arë, mu dërzu, më ne edhon neve, po mus mu ditë, ja? Kena folë me se cilin ushtar veç e veç. Që dënë, apo jep armen, apo vazhdon. Asë një ushtar nuk e ka këthy armen, për kundrezi kanë qenë gjithë gatshëm për me vazhdu luftën. Një kërkesë e kanë pas, se u konë shuni komunikate shtabit përgjithshëm që me ndryshu strategjinë e luftës u që kërë, dhe të të me kalu në luftë gorile, po kur e analizu me pashme që kjo është e pamunshme, se armiku nuk të lejon me kalu të në një pozit ku të je në avantash, nuk të lejon ato. Kështu që ata thamë jo nuk banë, sepse armiku nuk qërke me arë me këshyrë ku janë pozicionet e UÇK-s, po nga largësia veç granatante, në për shpija, në për kështu. Kështu që do të të ajo ishe pa nevojshme për më bo, dhe ne kena vazhdu do të hapër luftën prej fillim edhe mbarim. Kopja atyne që mas shtatorit në 98-ës, kopja atyne që janë shku në përëndim. E për më gëpëton, po me tonë drejten une për veti asë njëherë nuk e dezertim e kësha qujtë sikur na
jena konë front të luftu dhe largohet aty për aty. E din edhe na kushton. Për ndryshe, gjatë kohës kur ata janë largue, dhe janë shku dikush, nuk janë shku shumë, janë shku në perëndim, ata nuk u konë betejë, nuk u konë luftë, apo më kupton, na konë qetë, të jetue, të organizue me detyrat ndryshme, kështu që nuk ka pas në atë kuptimin dezertim që të thash me mu largu pej betejës. Ashtu s'ka pas. Ja, nuk janë këthy. Në muajin nëntor, është bërë riorganizimi UÇK-s dhe është bërë shumë mirë. Më therën edhe mua në Oshlan, atje ka qenë komanda tashma e brigadës dhe e zonës, u takum bashkë gjithë, edhe tregun që duhet me fillu riorganizimin, u marrëm vesh qysh, edhe u vendos që me konë një batalion këtu, ku isha unë tash, se unë pej koordinatorit, më emnun komandant batalionit parë brigadës 142, nërsa batalioni 2 u vendos me më bo në Oshlan, ma ku ishmi atje që më theren mu komandanti i brigadës. Edhe kështu që filloj ristrukturimi, u emnun komandant e skuadrave, togjeve të kompanive, edhe këna fillu dhe të në ka shku shumë më marë, se u do përgjësia, u do në kompetencat, edhe ka fillu puna shumë më mirë me shku. Ne e pregadita kërkesën për municione, për armatim, dhe e kom dërzu për mes luftëtarit deri të brigada atje. Brigada ka pas për detyrë me shumë më nej, po për fatkeq nuk u realizua e kërkesa asnjëherë. Kur na erdhën neve tash tetor, na I patëm një sasi tash. Ajo neve na ka letu shumë, se pa që ato mos kishmi mujtë kur gjëve, bo veç tetatori, veç po du me thonë që me pas predha ma shumë, që mos me lanë armiku në rahat, ku pozicionuen 200-300 metra ma vonë, qaja neve na ka mungu. Për ndryshe, kur jena këthyre të vija e fundit e mbrojtjes, aty nuk u lëp kjo shumë municion, se pozita tereni neve në ndimoj kjo shumë dikur. Në fshatin Gradic, më thanë se është ka të pret në atë kohë komandant Sultani, Suleiman Selimi, në takuar në Gradic, edhe përveç që më informoj se në Berish janë përmi 70 të plagosur, dhe forcat e armikut janë afru shumë afer, dhe është rrezik me depërtu forcat e armikut, janë vetëm në mbrojtjen e njësisë speciale Drenicës. Dhe kërkoj për meje se sa jena natë përgaditën dhe të gatshëm ju shkundime. Thash pe këti momenti llogarit vetëm gjema dikon që e ka rrugën e vëzhgume, që neve na dërgon deri atje, edhe pe ati momenti e marrëm përgjithësinë. Më tha me shku në Vasilev, të Milaim Berisha, ishte edhe Milaimi ishte ndimës I komandantit brigadës për operativ. Në atë kohë kone Ilas Kodra, njeri komandant, se mas Ramës të Femiladrosit, komandant I brigadës 114 po Ilas Kodra. Edhe na unë nesëm për Vasilev. Na priti Milaimi, e kish kuptu do të që jena të shkue, po të Hafiz, sa po pa orte, neve na erdhe informate e sigurt, që janë dalë për rrëthimit të plagosurit, pjesa më e madhe kanë marrë drejtim krejt tjetër, nërsa një pjesë tjetër preti se kanë në artë ti. Kur vinë, nuk e di. Po atje, s'ki nevoj me shku. Thash po veç me kushin që të qaja dikan të sultani edhe të regaj që të që ka po më thuti mu. Në ata ne I kena ra për Dobroshes, Grabos edhe në Shqipitull. Jëm shku aty, që ato tash I kishmi në ushtartë që isha unë e komandantit tyne, aty e kena bo natën, edhe dikur mas 2 dite, mos gabofsha, veç mrejten dikun 13 plagosën prej Berishës, kanë pas kushtet mirat, e na janë të knastë, bile I kum taku e herë pas herë disa, e ka një vetën shumë sigur, si kur të shpija. Ata të plagosër ka pas pej Oshlanit, ka pas në ashta pej Shalis të Bajgores, ashtë së më kujtohet, po s'pa kur një pej Oshlanit më kujtohet, ka qenë I plagosër në kam. Për mua, u konë njeri I rëndësishëm, tash, me të thonë drejtën, u konë komandanti përgjithshëm, u konë komandanti zonës Drenicës, nuk më I me ta konfirmu këta, po për mua, Sultani u konë njëri për komandantëve të rëndësishëm, ka pas autoritet, kanë pas besim ushtartë. Kjo konë përshtypja dhe jamja për te. Bile një kompliment në edha. Tha, po më do këtë siguria me madhe, po është ta që aty tha ku po bëhat rezistenca. E tha edhe këta. Se me të vërtet ku I kom pas luftarë të zëti kom pas. Asë njëherë,
asnjëherë që me thonë për e len frontin e po më len keq ose diçka, kjo nuk ka ndodhë. Kam jetë pengë sepse po të adhon një rast na shkum të ampën zonë, edhe e vëzhgëshmi terenin që ka do të me bo. Edhe thamë, hajde njerë për i sulmojnë ati shumë levizjet e tyne, se na veç u afrum në fërsi, se pej pozicioneve tona, edhe bazave ku ne ishme shtabin, dhe ata ku ishin të vendost, ka konë dikon rreth 300 metra vijajrore. Edhe kur i pithojna një bashkëliftari, thëmë, fillon me në helsë me gjuhë. Për herë të parë gjujke me 82 mm. 60 mm ja ka pas marrë dorën shumë mirë. Edhe po dojnë dy bashkëliftari me shku në një vend caktum. Aty të jashtë të burit, të në rrugë. Edhe për i thëmë, thash, këthenu një herë, thash se për herë të parë po gjujnë me 82 mm. O ka në liftarë shumë i zoti, shumë i mirë. Edhe këthejen. Në të fjallë, bashkë që aty ka ro preva. Edhe më thret në radioli dhe tha e bona gabimi. Dhe është, jo s'ke bo gabim, mirë është, shty edhe për 200 metra. A besën që edhe dy preva që kanë ro atje, i kanë shu pozicionet armiku. Vesh me qikaqë. Po si kur të kishmi posë, nuk është që si kum posën e pak preva, diçka, po u deshke që shtetë popli me i rujtë për zarë. Që në rrasë se në sulmojnë, apo në këpëtan, aty ku e keshmi popullatën, gjithë qysh është dosh me pasë munician kundra tonkave. A si kur të keshmi të mjaftushme, të shtëpiat e Bajrushit quhet veni, ku janë konë të pozicionum një numër bukur i madh i tonkësve, ka qenë pozita e jashtëzakonshme për me avdëmtu pa lëvizje, si kur të keshmi, por nuk kanë mungue prellat. Ne që ato kushte vazhdimisht për që ata po thëmë, kërkesën që e kumbo, nuk e kumbo veç për mbrojtje, e kumbo bledhe, e kum shkru, që në rast se vjen edhe që komunicion, do t'jena të gatshëm me prit çfarë do detyre. Ku do që jepet detyra për me bo çlirim të venit ose për me shkue, me qatë municion një në atë kohë të gatshëm. Edhe me lanë Qicavicën, që ato të fshatna të sigurtar me armatim dhe municion dhe me luftar, po edhe me njësitet që i kum pas formuet, që i quisha njësitet e pesh për luft, si njësim mbështetje batalionit, në konë luftar shumë zët, kena mujë do tëtë, jena konë të gatshëm me marrë detyra për çfarë do tereni që është paraqit nevoja për me luftuar mikun. Gjithashtu te Kërshi Gomunit u takova me komandantin e brigadës Ilas Kodren, ishte veti shtati luftar aty, njëri prej tyre që është figurë publike dhe njihet ka qenë nga Nikosi që ja djemnin, aty në për fatkes nuk ja djemnin tjerëve. Edhe po veç ishin fut forcat e armikut, sepse 3 shtëpi u ditëshin të lagja e bardizve të fshatit Gradic. Se fshati Gradic veç ishra ma heret, ndërsa lagja e bardizve qatë dit. Dhe na që ishmi nalt lagja u pajke, poshtë atje, dhe u ditëshin që ato 3 shtëpia. Po lëvizjet e armikut nuk u vrejshin. Edhe thëmë, thash, i Lasko ka mirë me hi. Tha, zes, tha, nuk të kisha thonë, tha, se s'ja vlen me rreziku. Edhe në qëto fjalë, unë isha veç me një ushtar temin. Unë me të e nalshue edhe i Lazi me ata që ashtu të njëjtë në kohë, na kena mrije, është të poze, shumë të poze madhe aty, është rruga, mas rrugët është prap një të poze, se s'bën me shku rrugës, se kanë mujtë si kur tishin, po kena pas një konduksion, ishme matri, bila i djalja i bashkëliftari jam, i ka pas dikon se besoj që i ka pas 20 vjeçar. Edhe kur u afrum aty afër shtëpiave, na nxjerrën në pozicion, se zakonisht e kena pas fitu një farë përvoje, kur u vendoshin forcat e armikut, u pozicionojshin në shtëpi, shkojshin i theshin muret, nuk e përdorke dritaren edhe derën për me luftu, po e thejke murin edhe e përdorke si frenzi. Edhe kur e pam që nuk u thy muri hiç, ko gjatë sigurt ishme që ma s'ka hiç. Apo ngopta. Edhe na hije, njani mas tjetrit të e përcil, e kena kontrolu krejt lagjen, për fatë mirë tash, ata ave që kanë djegë dhe jënë largue, këto nuk më me ditë. Dhe kam rije edhe i Lazi, edhe bashkë me bashkëliftarët atje, na dha një kompliment, për me gjithse na e na kontë një moshe me i Lazi, nuk jena njohë për fatë keq më heret, po e kena pas një bashkëpunim shumë të mirë gjatë luftës.
edhe i tregum që kem deri në shtëpiat e fundit atje, edhe thash unë që tash po kthena. I las tha, jo, tha pa hungër darkë, tha nuk bën, tha mu kthye. Edhe henëm, se dja me tregu edhe që të tha, na e lypi ka një kafe me ne qitë. Kur po thetaj ushtari, tha, s'ka tha shiqerë. Tha, pja bën kë bashkëliftari jam, ylli, tha, komandanti jam e pin kafen pa shiqerë. Dhe një me anë me vite e kësha pi pa shiqerë. E kena nejt aty, kena fol bashk, edhe më tha, je keq që nuk patum rastin, tha, po një që po organizoni mirë aksione anej, kena pas organizu, tha edhe kisha pas qef, qatë di që të organizojsh në aksion, mu se lepa më thirë. Apo më kuptan, ma tha këta. Po për fatë kesta e ma, qashtu ishin rjedhat sa që nuk patëm rastin kështu drejt për zdrejti, ma unë personalisht me bashkëliftar në të ardhmen kur diskutojna, sigurisht që po, ju ka arë puna me bashkëliftarëve të mi, masi që unë jem plagos, kur ma vonë, kur tash më rina për me refyje betejën e 18 prillit edhe këtu. Po unë ma me lazin fizikisht nuk jena pa për atëherit. Në fshatin Mihaliq, i kena pas pikën e vendosne, aty edhe unë me shku është dash monal për me hi. Se që aty u kona jo fillimi për me hi në territor tonin. Edhe tu i kry detyrat e veta, luftarët aty, vjen një ushtar armik i par matosën, po i uniformum. Edhe në të rënë mu, thët kështu, thash bine për knej. Drejt u shku në pikë, thash bine knej, se tash e isha të analizu pse kja. Apo kuptan, edhe me njerë thash bine 27. Se ishte bukur largë, pe fshatit me ales deri në Straks nuk ishte bash rrugë e shkurt. Valla s'kan shku 20 minuta. Nashta gjysore. Po thet tha, ndodhe tha në herë tha një kërë, nuk e dja po 109 apo 128 që i bardhë. Edhe tash a i ka këqyrë me i bo disa mashtrime, se kur ardhë afer, kur i kanë pa ushtarët e armatosën, edhe u konë detyrim, ndalim i detyrum, edhe u konë i farë rrugë që të qeke drejtim të hekurudhës. Edhe bojnë me dorë që po këthej me qëtë. E kanë pas mundësin mu këthy. Edhe këta i përcilin që ashtë, edhe tash nuk këthejet për mrapa me shku, po këthejet në drejtim të hekurudhës. Edhe hela është pak ma larë ka shkue, edhe ka fillu tjetëri, se ishin konë 2 persona, me rafal, me pushka automatike të gjunë drejtim të ushtarëve të minjat. Po këta i nëzonë pozicionet e mira dhe pështojnë pa i ka plumi. Edhe ata mos kanë pas fort mundësi për mu largue, arrinë dhe i eliminojnë të dytë në rezistencë. Aty ju konfiskohen 2 armë, pushka automatike, 2 revolet të te, njeri ka pas 3 bume ofanzive, tjetëri ka pas 4 bume ofanzive, në gjitha e nëhonë për dhëm të Kragujevcit. Kur identifikum kush janë prej banorëve vendas, ata dolen që njani është migja i qati, ushtarja me që po të thëmë, e uniformumi par matosën, dhe tjetëri baba. Kësin pas atyre fshatrave, ko ka konë policë, po na nuk e kena ditë që aja është policë, a qka është. E kena ditë, e kena pas informatë, se kanë jetu, po na si kena mundë skur. Në më thonë, qatë fshatë kanë jetu, kur mundës nuk i kena. Heq, kur, deri në qatë moment. Apo më kuptan, deri në qatë moment, kur nuk i... Dhe pse, se ishte shtëpia gati e fundit, se ndoshta sikur te kishmi bashku brigadën, apo kuptan, ndoshta ish dosh me analizu që ka duhet me bo me ta. Apo më kuptan, me marë për siper. Edhe me ju thonë, në rast se keni armë duhet me i dërzu, ne e marëm përgjithësinë sigurinë e juve. Në rast se nuk dërni, shkani. Po deri sa ne nuk e kishmi brigadën, do me thonë nuk e kishmi në kontrol edhe fshatin dërvarë, s'pa ku jo deri që tash, neve nuk na pengoj kjaja, pse e të ishin ata aty. Kështu që, të nëse ishin edhe Osubeja. Erdhen Osubeja edhe tha, e din tha sa forsa po të presin, tha, me ardhë,
unë në fakt i kisha çu 2 ushtarë mi. Për me këshyrë se mu merë informata se forcat e armikut, me mjete, do me thonë, trauna dhe kamion, këto tanks dhe këto, janë afru deri në Rëznik dhe janë nalë që aty. E unë i qova 2 ushtarë dhe më tregoj që janë dikon rreth 40 me kamiona, me tanks, me blinda, me qëtu. Po interesant, edhe këta të subes njëjti numër më dhanë. Tha janë rreth 40 automjetë dhe tanks e këto që po të presin. Thash na këto jena. E se u morën vesh, i morën ata trupa, shkun, apo në kupton, edhe mas që në shku atje, të nesërmen, kanë fillue me marshu forcat e armikut dhe me hitë dërvarë. Po na arritëm para tyne, se dërvari, veç mos e kuptova që populata u largu krejt, mu më vyke me marë, se na ndihmojke në fshatit dërvarë me marë tash në prezësin tonë. Edhe kena mri para tyne, deri që shtu e ndikon 90% fshatit na u pozicionu më aty. Dikon 10% u metë si tampon zonë, edhe në fund janë pozicionu ata. Edhe kena fillu peti momenti, në gjdo 2 dit, 3 dit në kanë sulmue, dhe këto beteja kanë vazhdue rreth 10-11 dit. Dhe me thonë gjdo 2 dit ose 3 dit. Dhe urnin, jo që në kanë njek, e këna lëshu. Por, aty mu më shkajke municion shumë. Për me kursy municionin, se s'kishmi furnizim, mu ka dasht me marë vendim, edhe mu tërjek për aty pozicioni, edhe me kalun vinë e fundit, që për mu konë ajo e pathyshme. O shdash me konë. Qashtu e ku marë sy, edhe për fatë mirë, qashtu në ka dalë. Dhe thot, jena këty atje, dhe si mbas disa informacioneve që i kanë vëzhgu këto njësit këne ka mjalici të shtarve, ata mas 2-3 dite jënë hinë dërvarë, që aty ku i shumë na pozicionet. Aty mirë këna pas suksese, në javë në pësy, në kanë ardhë, i këna këthy, apo më kuptan, kanë provu se, po, ne mërën edhe fshatin Salç. E kur në kanë hip të Salçi nalt, aty nuk ishte miras për neve. Se interesant, ata nuk e sulmojshin ma fshatin Mjaliq, se ju bike si kur na jena tash në mrapa tyne. Po edhe na e keshmi kozja problem kur na hepen nalt atje të fshati Salç në piken matë nalt atje. Bile kam pas provu nërë këmësoria më lëshu poshtë. E keshmi na mina hesin e 40 mm, i gjëjtëm 3 predha atje edhe ma kursja kanë mësy me dalë. 4 kamionat të shtarve, janë në nalë, është një Zabel aty mas në fillim fshatit Salç. 4 kamiona që kanë zbarkue ushtar janë hi në qatë Zabel. I kena gju 5 predhat më në hesit. Shumica për tyne kanë ranë Zabel. Sa ka pas viktima, te ka pas nuk e ti. Aty. Ndërsa këtu, kur në kanë sulmun njënën për ditëve që në sulmun në dërvarë, aty 2 vëzhgus, jashtë sigurt që janë eliminu, bile ata me thonë drejten unë e veti dyti i pritësha, si janë konë largë me thonë edhe një 30-40 metra me më rri aty. Edin. Po, ushtarë që i kisha unë edhe knej, qitë plan nuk e kanë ditë, sa sunë se disha që kanë me harë rjedhët. Po, kur e ka pa i ushtari, dhe të thëtë që ushtarë të armik edhe ka pa që pe vret, ka gjura falë. A më kuptën? Edhe 90% aty dhja që i rrogu. Aty kanë provue me forcë për mi prue. Me në gjitë naltë, ushtarë nuk dëshin. Unë ishim bile ka shahën, se nuk ishme largë me ta, po nuk më ishme me pa një unë tjetërin, po zoni unike. Edhe, kështu që atë ditë do të tëtë na e fitum atë betej, një ditë tjetër, kur dëllëm pe i shtabet që e banëm bazën aty, ju thash që një djemë, mos e prit një tetë që dilni ma herë në pozicione, se në dolla me një ushtar, me bo një farë vëzhgimi, edhe me mundu prap me në hesin me lonë gjendi ga dishmerie. Edhe këta pak e kanë lonë në zgjo, dalin po me vones. Hela pashku në pozicione më rejnë tangësi. Ato ku thënë, edhe janë konë pozitë shumë të keqe, po për fatë mirë, ata nuk e kanë ditë ku janë ushtartë. Apo më kuptonë, se aty me kanë gjue trembllona se diçka në konë shumë rrezik. Edhe po më treguar mu për mes radiolidhje që kanë më rrije forcat kështu,
kam shku edhe une bashkaresht, do të kena rrit me ronë pozit tjetër, e atë ditë njerë ku marrë urdhën, mu të rjekë, se ata u këthyn. Osa ishte shumë e gatë se u konë që shtu e këthyme, a i farë, nuk u konë muri, po u konë shti muri gjallë. Apo më kuptan. Aty, 2 ushtarë armik, mi tanks. Edhe, s'mujta me përdor zolen, e ku marrë qatë topin 40 mm kaliber, edhe e ku më godit njënin trup. Kur e pa, do me thonë se ata kundra komsërisë janë kanë armë shumë të mira. Po kundra mjeteve blinduse nuk kanë pas efektin e mirë. Edhe tanksi kur e pa ashtu, u lëshu të poshtë. Shkaj, edhe a ditë do të kena fitu mirë betejën. Më të nesërmen, po vjen OSB-ja, me ato automjetet e veta që shënë kanë. E pam na ka vjen automjeti. Se ata këshim pas kujtu që na ma aty s'jena kërkush. Edhe peshën një ushtar që i shkon maj veshën, maj rrumë, ma kështu se kisha qef me kur duk, me mu duk mirë. Tjerë thash mos dilni, heq veçën edhe, a i dëllëm. Edhe po vjen, kur na ka pa neve që dëllëm për para, i kapi pak frika, se ku me ditë që shna thanë neve, na kena menu dhejnë mal me ardhë dhe ajo zatetëm aja. Edhe i thërëm, hajde, kur po vinë? Vetën, qysh ka lutë, ne që këna pritë këtu se ka pas granatime shumë, se një me pat granatime, po na i keshmi këto podrumet, ta na i qelëm ato kanalet që ta se na vazhdimisht kur kena shku i kena pregadit terenet, pozicionet, për nyshe kune pa mërshme, me bo rezistencë kundër armikot. Edhe qëtu pas që janë frigat sakse, në momentin do të tëtë kër e kanë pas që ka rezistencë, për zotë janë këtu i menjerë. E ta shqyshja u këtheshin moralin edhe i bëndë që për mu këtu e petë, ata e din. Edhe, ku ke fjallë, tha, a bënd tha mund gjitë në altë, thash, ja, kënej nuk banë. Kënej, thash, është komplet, thash, gjendi ga dëshmëria, shkoni, thash, kejtë mrapa, ka hyrja atje të Dubovci, gjithnu, këthenu, thash, mrapa, për në aton, për asaj onë, thash, hajde, thash, vizitani, qka t'ju interesan, mune me hi, a mo këtu, thash, se një me ishte gjendje jo e letë. A keni, thatë vramë, thash, po e kish mina një plagosën civil, mina hesit që i merë mu informacioni, hiq fort që u murë menja që janë vetë qaqë, e pash ato, o për shëndete, nuk thynë, thash, sot luft s'keni. Thash, ajo së më varet për neve, nëse dujnë këtu jena. Kanë vazhdue. Kështu që këtu e kena pas ato betejet, o shkon për i betejave dhe të mire në ato ditë, kisha pas qef me konë të incizume, kanë mujtë me konë të incizume, për fatë kesë nuk i kena pas. Kamerat kanë mujtë mu incizu, me konë si dëshmi, për generatat e arshme që janë konë ato beteja, për fatë kesë janë kujtime tona, janë edhe ushtarë që për t'i flasë me amna, për fatë mirë në gjallë, apo në kuptën, besaj që në tarmen, këto kanë me ushkru edhe libra, për neve normal, kështu që qështu ka përfundu lufta e dërvarit. Ushtari i arrestum, ma lypi me njëherë komanda e zonës. Ato ta me na e qu me njëherë. Apo më kuptan? Jo, ju kanë lajmru ata OSB-ja. Jo, OSB-ja. Sa e më ka thonë edhe në telefon, folta me shefin tanë. Me në atë kohë nuk fulla, po me Rahman Ramen. Edhe tha, me na e qu, tha me njëherë këneta, se kumë fulla edhe me shtabën e përgjithshëm. E këna marrë, ja këna thonë, 2 ushtarëve detyrë për me dërgu atje, e kanë dërgu atje, ta në janë marrë me ta komanda e brigadës edhe zonës. Une, bile po të të drejten, menaj që edhe hiq fort me qef nuk janë ardhë. A di pse? Unë kujtohet njëherë, më thiri njëni pej ndimësave të komandantit të zonës, edhe po më tha, pse mëra Hafiz, tha, po i pengon, tha, nuk pe i len me hi, edhe kur nuk u konë beteja, kur nuk u konë lufta. Thash qëre, se një fillim u konë me lejen e Adem Demaqit për me arë me post të drejt. Po, unë që shë këmë kuptu, ajo nuk u konë regull që e përcaktojnë kush do të me hinë të rënë, ajo konë regull që kënë me arë për me marë intervist. Unë që shtë e këmë kuptu. Ndërsa ne komandantët operativ, na i kena caktu regullat, a bën me hi, pa u verifiku kush është, a nuk bën. U identifiku. Kështu që thash, jo, këto unë nuk e bëj, që ma nuk është përfasus
Adem Demaci i Zyres. Këto unë e bëj për shkak të rregulla, për shkak disiplinës. Se unë nuk kum besu. Unë e kum besu që Serbia është një shtet që ka mundësi për me bo një automjet sikur të SBS, ka mundësi me bo oficer që e njohen gjuhën angleze, që unë nuk më i me njohë kush janë, kështu që unë nuk jem shku ka ajo, e kanë pasur urnën ushtartë, çdo kon ku priten hyrje daljet e qytetarëve të kujna do, për mu identifiku kush është, masa ne mi o dhone drejta për me hi. Blerimi është ai djali që ju tregova në fillim, me 22 shtator, kur nga Zhilivoda ja marrë fshatin Bivolak dhe i thash kush po më nimon për me ilqu armet, për me mri në Glavotin. Ai djali i ri që ju thash herë me ndihmu. Ai 2 herë ka ardhë vetë, ka bo kërkes për më bo ushtarë, nuk e kum pranu. Mu do ke shumë i ri, edhe pse moshën vjetë i kish, po mu do ke ka pamja shumë i ri. E herën e tretë erdhë me babën e vetë, ish ushtarë shumë i mirë, Agim Saraqi, ajo ish vetë, e kish vllahun, kish nipat, edhe jënë kanë familje mirë, zëtë, edhe po më thetë tha, Aziz ta duhet me pranu. Ta shiri i blage, ta po moshën e ka. Tha edhe po më kallëzën. Di tha kush o kë? Se unë heles më kujtej ke fort. Kush të ka nimu sa aty kur ke lyp ndim për me hi e tha në Glavotin për me të nimu me qumin Ajesin? Thash valla ka një djali i ri, tha që kjo është? Thash po thua gema, tha po tha. Edhe e pranu më ushtarë. Apo më kuptan. Dhe tashi është qaj djali kur bije të nej dëshmuar. Bile për fat, na henum prapë ta më pëmzonë, që ato një kena ra, hela na tu pregatit që ka do të bojnë atë ditë, edhe na lajmi, këthenu tha se ne vrajtë, ne nejtu ma granat, që ra. Nuk u konë kështu sëllëm, apo se zakonisht qysh në sëllmëshin, po veç kanë gjuhe. Tash e kanë pa levizjet për largësie, a veç kanë dodhë rasisht, këta nuk më i me konfirmuhe. Edhe kur shkaj atje, e kish kapë granata bashkë këto. Edhe drejt mushkni, edhe në rajet, ra dëshmore tjallë. Edhe përgatitëm të në jatë ceremoninë e varrimit, kështu që edhe blerimi në ra dëshmore. Po na u deshke me vazhdu, na u deshke me botë fort, ne ka ndihmu shumë baba i ti, as shumë ka bo gajret, apo në kuptarë edhe kështu që na u dash me vazhdu. Ai do tëtë, po e ka pritë me thonë, ta aman kështu qysh dohet. Kur thamë qysh dohet, do me thonë, na nuk e netëm vetën të mërzitën shumë. Që kjo është ajo që ka une më i për me thonë, edhe mirë do me thonë e ka, sikur baba për djallë, sigurisht, po jashtu që shtojnë me një dhimtën e madhe, pëspaku me paraneve, na nuk e kena hetu ata. Edhe se i bindën dhe tëtë që luft, shtjerim pa gjak nuk ka. Jo veç si agem, po si familje dhe tëtë ishin konë të përgatitur me ku. U pajkeja. Në 10 prill, une zakonisht gjdo me nëzjes këm dalë në për teren për me vizitu ushtartë. Tash pe ki parasysh terenin që tash neve na u afrun në 300 metra distancë në tanësit, në largësit dhe të gjënësit të fshatnave Qicavicës që ne ishmi të pozicionum. Edhe atë me nëgjes, me 10-in, unë e tu dalë për me dalë në teren, mirë me nëgjes, një ushtarë Gzim Rama, tash mirë me nëgjes, ajë nuk u kontu në atë pikë, ajë zakonisht u kontu nejtë të pika, të nejtë, të e kry detyrën, shërbimin, në fshatin Bequk të guri, kanë thonë, ka një guri shumë i madhët, në ato shpia qëtë. Edhe, po atë ditë, nuk e di pikujt i shorë dhe ka bujt atë. Tha, po më pret veç edhe pak se du me arë me ty, mos i po shkëshje qa nej. Thash, hajde, e prita, unesëm po shkojna, o u takum pikën e parë, disa ushtarë atë, u hëllëm, po bisedojna, qysh po kalani, apo keni qka hani, kështu, po të regojnë mirë, po bisedojna diku një 10-15 minuta, 20 qashtë. Edhe, bile ma vone kum pas kuptu, që bashkë qatë dit, i kish pas ta unë njënët për i bashkëliftarëve, dhe të kum pa një nënër, që më ka hupur në dhe fejesës.
Se u konë 21 vjeçar, mos gabofsha, edhe i fejum. Unë i djallë maj lartë, maj naltë se une, maj gjonë se une. Po, interesant, nuk e thamë këto për shkak, po, që mi adhonë si vlerë, po, qatë që konë i dashtën, jo veç për mu, po për gjithë ushtartë, që e ka njoftë, që e ka po konë e veçantë e tina diqka. E krytëm në nenë me ta dhe, po vazhdojnë në naltë, pika tjetër veke, te guri kishës, naltë atje. Janë konë mirë të organizuar e farpike, kanë pas punuri tavolin mirë, udhëset, krejt, ato, bunkerat, dhe me dhonë për fjetje, për mbrojtje, për krejt. Edhe ullëm po presëm, erë një luftarë dhe po theta, komandanta kanë hitha, shkijeta kanë hije të shtabi. Shtabi ish, dhe përdo të ish shtabi o fjalla. Pa e tha të shtabi. Tash, veni ku thikjaj, dhe pozicionet tona ku i kishim luftarët nuk ishte largë. Dhe unë tash pi frigës që mos po hinë edhe knej dhe po mi bojnë dëm, e po është arsyeshme që duhet mu nisë. Apo në gupta. Edhe ja ku marrë një pushk një ushtarit aty, edhe i ku më thonë nga nise murtajën drejtimin e shpis të Behxhet Jasharit. U bota. Jena nisë, nga nërë 3 luftarë. Njoni për ty në Gëzimi. Edhe në alshu të pushna, këna shkue të shpia e Behxhetit dhe Januzit, jenë konë thuj se një barë, edhe thash që tu duhet me nejt dikush, sepse duhet me prit murtajen. Gëzimi kishtë qef me ardhë me munalt. Po, këta dhëtë ishin jo, ajo në sporri, edhe nejt i Gëzimit. Jena nisë në altë, por jom nisë njerë veç vetë. Thash rreni këtu se ishte një distancë aty dikun një 100 diçka metra, po, deri sa të shkojsh të shtëpijat, ku dyshej ke që munën me konë edhe aty? Armisht. Se shtabi u konë dikun një 3-4 shtëpija ma largë për aty ku dëshmi me u fut ne. Edhe më rritë edhe unë atje, erdhen edhe ata 2 bashkëftarë që tash cili po delin lagin e Hasaneve, mirë rrugë, apo kuptan, që tash kur t'hina në mes, na me pas edhe nonën e sipër me, një farë mbrojtje, edhe kënej poshtish Gëzimi që e prit ke murtojnë edhe mëj ke me pa. A dhe një farë lëvizje të armikut, eventualisht që mundet me në afrue, edhe jena kenajtës. Kur jena shkue në fund të borit të shpia, konë shpia si që shtu e këthi me rruga kështu, ka pas shkura që shtu edhe do agrena, ishin konë tullën, do në kam, aty armisht të uniformun, apo në kuptën, edhe aty jata janë, edhe këmë gjue. Aty s'kanë pas kohë njerë me këthyre armen, edhe tash, edhe do më ishin me gju, a nej, edhe unë jam të rjek, edhe i këmë thonë ati bashkëftare tjetër, gjuje bumen. Për fat keqaj nuk u largu shumë, edhe nuk arrin me gju mi shpi, po e gjunë se shpia konë kull misojnë 4 ujna, na i thojna. Ranë në këtë pjesën, ka rruga. Na dollëm më shefëm mas shpije, kërsiti bumja, edhe tash normal, jom afrue prap në venin ku isha, ishkon met edhe një të traktori aty, edhe po e nuk pat ku, edhe me këthy arme, se ishkon i gjysë mullër, a i si shkon i prekur, ja si plagosën asec, edhe a ju eliminue. Edhe interesant, tash më quditi ka shkun gjitha ta. Dyshojsha që në hinë mrena, a më kupton, sa jo, e për di shpijin e si shpaci është, nuk i shkon krejt po drum, po koridori edhe 2 dhoma, a për kupton. Edhe kënej, u konë të nej, vesh në katë, u konë, në përdhejës, u konë shpija kështë. Edhe kur i thomën ati në ushtarit, hajde ta shko me qatë pushk, unë i e ka gjuh dikush 2 herë për mrena. Edhe një gjuh të ranë kështu, që di këtë që së shqiptar, bol o shqiptar ma. E di qëtë e ka thonë. Jo Shqip, po një Shqipe të ranë. Jo Shqipe si shqiptar, po Shqipe e ranë. Thashin nga dilni, ja u dho besën, kom ju qarmatus, kena mi ju shnosh në kofë që një të plagum, dhe kena mi ju liru. E bëjshë e këta, për Zotin për kësha bo. Se jam konë këgjaj pregaditur në këtë aspekt që, kur do që mepet mundësia, e kësha bo këta për një arsye. Se në momentin kur armiku e din
që ti e liron, ai nuk bë rezistencë, të dorëzohet për çka do. Që kesh arsyeja që i shalshu. Po nuk pranon. Pra përgjegjja e tij na kon me 2 krisma, po e mos ka fol. Po për fat keq, edhe na nuk kesh me bume ose diçka për me. Edhe ku marrë vendim për mu të rjek, edhe me shku në atë lagjin që i thash tjetrit ushtar, lagja Hasanaj. Kër më shku atje ati ne i këmë tonë, shka tash me gëzimin. Po gëzimin më nuk më ke me shku me marrë, po në tjetë renon. Ka gëzimi, ka taku edhe 3 ushtar tjerë, ka në ardhë dhe ata, e bashkë kishin pas ata edhe bu me dore defanzive, edhe e prënën qatë topin 40 mm. Edhe tash ju kishtë treguar për qato suksese në që i patëm, normal u gëzum shumë edhe ata, është kanë ideja gëzimit me hije prapë, thash gëzim pa arë për forcimin nuk bëhet. Granë këto murtaja nuk në ardhë. Tash i menja jam që këtë tëpë në krynë punë. Aty se edhe une nuk kisha qef me ilonë mos i su dërzëshin. Edhe morëm vendim i në këthy prapë. Tash i në këthyje 4 vetë. Unë e gëzimi edhe 2 ushtarë tjerë. 3 metën këtu, që erdhen tash ma fund. Tash këtë pjesën ka rruga që i shkëshmi na, i shkon një rjetë, s'ka pas dritare dhoma e shpisë. Bile, se tash gëzim, tash ti e gjunë bumën për dritarjen në dhomë, unë e gjunë koridor, që kjo është plani. Edhe hjeku djali e hjeku atë rjetën, edhe unë jam dalë për para, që shtu janë konë shkallët, edhe dhe shkallët që shtu, këtu konë për shqimorja, e qëtu mu ishe me këqyrë. Ishtë dalë aty një armik, ish ullë najtojnë anë prag, derës, tymës të koridorit, edhe reket që shtu. Unë ja pa isha qitë pjesë të trupit. Apo në kuptar, edhe, mu da mundësia me eliminu ata. Nga hajtë i gëzimi, që ka ndodhe, thash ja, qështu të mije. Qa po bojna, thash, heqe bumën, ja hjeku siguresen, unë e siguresen, hajte, edhe ja kena 3-4, njëjtën ku, kërësit që në 2 bumët, apet, bam, 2 krisma, jo ma shumë, u pajket që edhe per unë municionin, edhe unë gëptan. Kështu që nuk mujtë më nëzirë, ta, në ato momente, ku më gjumë me top, nuk u aktivizeshin ato prellat. E gjujke, por nuk u aktivizeshin, se ata që e kanë ndërtu, sigurisht e kanë planifiku që në afërsimus me kërësit për me dëmtu vetën, me në jonë. Edhe, po shkreta për jamarë që atarëm, hajtë. Ka shku atje, banej pak të jahjek ato armët edhe të e nike vetën mirë në ato që patëm në sukses, se me dhe vërtet, që kanë mua ata për shamull masakra në popullin tonë, apo në kupton, neve pak në do këdhaja. Vetëm për arsye, që të kuptojnë ushtarët armik, që në rast se dorëzohesh, të shaj. Jo për tjetër. Në rast se dorëzohet të shaj, sepse në momentin kur ushtari e din që ti ki me vra, ki me munu, apo kupton, ai është gjendje të popullit e nani fjallë, maca është edhe të grifë. Dhe me thonë, momentin kur aje din që ti nuk ja falë kurqysh, aje ka me bo rezistencë të madhe. Dhe gjithmonë rezistencë të madhe ka me të bodome edhe ty. Se t'jam kuptove. Që kjo është arsyeja që une e kum pas këtë taktik, dhe me thonë që për me liru, në rase ata pranojnë, por nuk kam pranu. Nuk kam pranu. Dhe në qatë kohë, është një rafale, panal, për afërsisht të dike që e PKT-s, ushtim që është e automjetit i shkon blind, i konvertit gëzim hin knej, se ishtë në rrugë, sa i trupi tina gjysa o konë rrugë, gjysa o trupit u konë knej. A këta që ishin knej, ishtë puna që mu i ke kë me push që tash është se në fund koridorit i shkon si banja. A pe kuptan? Po s'ka pas dritare heq, fund koridorit. E 2 dhome e në konë anej. Edhe tash, këta 2 luftar tjerë, janë këthy mrapa, njoni në këtë pjesën e pashme tjerë 3 ka rrugë. Kur kam rria aty, une kur e kum një ato blinden, apo më kuptan, gëzimi u këthy rrugës, edhe nuk u shkue me hi kënej ka na, po i ka thonë livadit. Apo më kuptan?
Deri sa më rrita, unë e kum një danin kur thet, ta në e vrejtë në gëzimin. E kum një zonin. A vën kupta? Kur dola unë e pash, gëzimi u koni shtrim në shpin, kamti ka pas ka rruga, kokën e ka pas ka lagja të asanajve, dikon një 2 metra largë për rrugë, që kështë mujtë me mri deri që aty, plumbat e funit, rafalit funit që ja ka dhonë, blinda që është e naltë, e kum pa me sy kur ja ka dhonë gjaks. Aty u pajke që gëzimi është ka në rujet, sa i shtrim komplet para syve, ja ka dhonë plumbat e funit aty, edhe e ka këthy, po tash, a u konë që e ka hargjit municionin, a qka ka ndodhë, unë nuk e di. Kër më ka po që për gjujëne, a ju hi mrena. Apo më këpëtën. Edhe, po për fat keq, mu nuk më qëlloj pushka, po më qëlloj tupi. Se nashta si kur tish, pushka rafali, kër e kom pasën në profil tina, se që shukon blinda, aj mu i ke mu eliminu, po në me predhen e par e roka blindën, po s'mujta ata me kapë. Edhe hinë mrena, edhe unë jom këthy tash për me marrë armen, kër jam dalë apet, e kom pa të ma gju bumen. Tash s'ka pas ku veç e ka lëshue, edhe hinë mrena. Edhe, po tash a i ronë fije, e murë pushken, edhe ma nuk u dëke, veç e qiti pushken për mi edhe gjujke. Unë ma dha një plëm qëtë. Bile e po dani, ta pshet që u pleguse, së në danin e kisha afer këtë. Tash të më ka prejk nashtë. Nuk ishtë spehetëshe fort. Mosin për nashtë se kumë provu, po kështu plumin veç në përmesh nuk po hetëjke. Edhe qashtu, a i gjuj, unë e gjuj ka pak, qashtu, kër e pash do me thonë që na pa mërtaj s'mujna kur gjë heq me ba, ku marrë vendim që do të mu tërjek për atyjet, ju kumë thonë këty në dëvel shënë, se tash për atyjet, deri të një shpi tjetër, që më ishme na me mëri, dhe edhe në kohë që blinda veke deri aty, se për atyjet s'më keme na pa. Dhe me thonë, na mu ishme me shku atje, edhe mos me na pa, mos me konë rëzik. Kanë më rria atje, jam shku edhe unë edhe në taku ma poshtë, edhe mas 200 metra me qëta luftarë që në fakt e kumë pritë mërtojnë për ty, po për fat keq, nuk më ka ardhë. Kanë dyshu që si e na hien në betej, dhe me thonë, jena vra. Që kjo konë ajo, për fat keq, që kanë dyshu edhe s'kanë mujtë me prue. Mërtojnë, ma ne jenë bo bashkë, kanë ardhë dhe disa luftarë tjerë në atë moment për atyjet, janë shku e kanë marë trupin e gëzimit, edhe e kena kryat ceremoninë e varrimit. Në bas të asaj që i kena pa pancirat, që dhja vënë gëpëtën, aty, në bas të aty që e kena pa venin e gjakut edhe këtë sene, mundët me konë që janë konë dikun 5, plus 2 jashtë, apëshe 7. Këta që nashta që ka gju që ju konë i aftë, kjo ka mujtë mësë me ullon shajt, ashtë nuk e ti, që veç në bas shajave janë konë 5 mrena. Gëzimi ka qenë një luftar që tash ma heret ka qenë atë që dashtën, sa që janë 6 familje që ja u kanë gjitë emnin e gëzimit. Njani për ty nështë që edhe unë, që ja kanë gjitë fëmijës 3, djalit 2, dhe tëtë, e ka emnin gëzim. Edhe do bashkëleftarë ja kanë gjitë vetë, djemëve të vetë, do ja kanë gjitë nipave, do me thonë djemëve të lavët, edhe vllai i gëzimit mensuri gjithashtu ja kanë gjitë emnin gëzim, kështu që tash i kena bukur shumë të gëzima. Kena vazhdu në u dëshke mu shërue, dikon me 12-na, isha dalë në reze, edhe që aty pushesha, po vjen një ushtar, edhe po më vetë që shjetë, e kjetë, mira. Shishte për menajt, ishte ma nalti kish venat, pozicionet, edhe tu e vetë në qysh po kaloni, apo keni ushqem, apo keni probleme, krejt. Jo ta mirë po kalojnë, po jo marë, tha, me të kalëzu, tha që ta kanë vra babën. Ashtë kusht ta, jo babën, po, e këshin vra, tha, Bacin Halit. Ashtë kusht ta ty, për herë të parë që me përmen emnin e babës, se dysha që edhin, tha, një Fatime Beka, e shefshatit nuk u konë luft. Edhe, po ku me ditë që është takue, tha, na e na njofë se vina për një fshati, nëjse ata e në mazgitit, po është të monit, vëthuj se jena të një fshati. Thash, po asaj kush i kishtë thonë, dhe ti kishtë thonë Ismet Beka, vllai vetë. Po Ismetit kush i kishtë thonë, tha, Isuf Bici, djali i Azës temë. Edhe ma morë me anja që është. Po ku e kishin vra?
Tha Norloveq, shkabaj, tash që pitojnë, që aty e kanë pa të vrarë. Po kur, i bike me thonë dikun, ja, për 10 ditë. Thash, po e këshin varrosja e ma shumë sa zdina. Marrin vesh bashkëftar të ardhen edhe më ngushtlun, edhe bëjshin bashkë, ishin si të bon dhe tërë kena me shku. Me shku. Tha qatje. Thash, po mas pari unë e veta për men nuk pedin. Pedin që në shkabe, në Norloveq, po nuk pedin bashku. Fshati Shkabaj nuk është i vogël. E dyta thash, pe atëherët nuk e besoj që u met mi dhej. Edhe treta thash, po rrezikojnë e shumë. Thash, kështu që me shku thash nuk duhet kërkush. Që kjo ka. Edhe ishë interesant që bashkë qatë natë e kish Milan për me bo me knue. I kena pas dhe bashkëftare, kështu që knojshin e pasere, ishin instrumente më jura. Edhe, po thujnë, tha, ja, ishin artë, edhin, po, tha se kena menen. E menova njerë, thash nga, thash duhet, thash, mos me nalë muzikën. E erdhen për fundim që na, unë e zgudzej kur qysh me kallëzu, apo kupton, që po likështona. Që normal, let nuk e pata. Thash gjithë qysh, e kena bo plan për me knue, edhe thash kini me knue. Edhe qashtu po. U kryja i farë. Kam disa kam, s'po thëmë ku me disa gjatë, po një 3-4 kam, gjithë qysh e kam kryje. Edhe kja dhe të në kujtuat, dikon ose u konë me 11 ose me 12 prill. Në atë ku, u bëjke propagandë, sikur për neve që na qyshin si të huj, sikur na, i kena marë familje tona, i kena nëzirë jashtë shteti, e vetë s'po na enim për familje të banorëve atë. Bile, më kujtohet, baba tha, Aziz se u arë nërë më ka patje. Tha Aziz, tha, unë i kisha 2 fëmijë, Beratin edhe Halimen. Halimja veç 1 muj dit i boni, kur unë e ma veç vendosa me dalë malë, mase që lindi. Edhe il një legalitet plot që ju të fillim. Tha sho babë, thash që shtu po flitet të na. Dhe që tu kisha lutë, thash o konë mirë, thash me marë grunë edhe fëmin, me shku dikën edhe mos mu dukt ma, se ma atër veç unë i kisha marë përgjithsi komanduse. Edhe thash se jeni shumë të rrezikum. Mos me nejtë thash të shpijer në asket. Nëse edhe shkojnë atje në Prishtinë, po vllau i tij Binjak, Brahimi, nuk pranën me shku. Dhe jo ndu me nejtë këtu. Kështu që ta ju konë Bajrami, festa e Bajramit, si vllau për vllau, edhe i merë disa omëlsina, edhe me shku me pa, edhe me apru, e qasaj rrugët duke u këthy, e kanë vra babën armiku. Kështu që kjo konë ajo qka për babën, kur e kom kuptua që ma kanë vra. Që kjo konë ajo arsyeja dhe të thëtë që une jam ra prej propagandës se nuk ishtë dasht me ndikue asë shumë, ishtë dasht vërtet me mos me ngua ato që ka thojnë. Se kështu me mu pa mu, une kur jam shkue me 20 qershor aty, janë konë krejt formu me njësit. Unë e qështu në një mënyrë dhe i kumë gjetë hazler njësitët. Unë nuk jam konë për atyne që jam konë për organizatorëve të parë. A përgjithësin komanduse e marë qështu në për fillimit atje, se jam konë i vedishëm që pa luft, që me mu pa mu lufta o bëjke. Edhe kështu që kjo në ka kushtu. Dhe besoj që nuk në ka kushtu edhe që muë, po në ka kushtu edhe shumë tjerve. Këto farë propagandash jo të mira. Mas 1 viti e kena gjetë, se nuk e kena ditë vendin e varrimit. Edhe këtu i falenderoj së bejën që e këshin pas gjetë, e këshin bo varrimin dikush të varrezat këtu në Prishtinë, në Arbri atje, edhe e këshin pas gjetë mas 1 vjetë, se 1 vjetë na nuk e kena ditë ku e kena, konë si zhdukur. Tonë e dëgjumë që kanë gjetë shaja, edhe nëse e din ku është banka ish banka e Ljubljanës, tash është të personi, që aty i shkon e vendosne, e marë grunë edhe shkon për mu interesu aty, për që ato shaja, shkon aty një farë sporteli edhe i pëtë matë zërtartë aty, dhe mjena arë qështu e gjypën babën, në edhanë 2 albume.
edhe ullëm që është në karrik, gruja ble shumë shpejt të i këqyrë, dhe është mërë këqyri me ka dalë, po jo më ta se di qka i këmë thonë ta babës me vesh. Aja këqyri shpejt albumin e vetë edhe ishë këthuj me këqyrë ka unë. Kur po dhe ta qyre tha guja e babës. Shqebre ka vletë, dhe të pala. Kur e qelëm tjetërën, këmisha, këpuca, ape kuptan, edhe qomi dhe i thujna, na dyshojna që qitojnë shajat e babës. E more këqyrin liber, atë në letra. Tha, që ka pas në gjep? Thash, në gjep e ka pas zakonisht kuletën. Kuletë ka mujt me pas parë, në i markë, në i sen. Ka mujt me pas, thash, faturat e fundit, rrymës, ose telefonit, ose qështu. Tha, ja dhe diçka tjetër. I ranë me anë gruës, tha, e ka pas lindu synin, tha, një lasë të synit. Kër i tha dhe i lasin e synit, apo në këtë për sy, e tha nga një. Shkoni tha nestra, të kapela të QKUK-ja, atje, edhe tha, i shihni tha, edhe i shihni tha, kështu lajt ato teshat shajat. Unë i mora hallat, i mora motrat, edhe shkum atje. Në edhe në të thost letrës, i mora me qelëm, edhe po, që ato shaja komplet, u pajke që me 3 pluma i shkon. Dyshohet, dhe me thonë se i shkon i qpum jaka e gujes këtë dhe këtë, i shkon këtu i qpum, këtu i kish dalë, nërsa i treti plëm nuk ku mujt me vrejt, po në letra që i këshin shkrua ta mjekt ligjorët që i kanë pa, shkrujke se ja ka pas goditje në krye, ja plëm. Qaj e shkrujke? Në këtë treti nuk e di, kështu që na e marëm, e banëm ceremoninë e varrimit. Edhe bile pe ati momenti, thëmë, kategoria mas shumë dhe që është e ndishme dhe në thëmë që mëdhimet është mëdhimet. Shpo di që me gjithë shprejhen, është kategoria e të zhdukurve. Nuk thëmë, edhe për ata që i kanë këgja shumë vramë, sa mbje keq për atyne që nuk i din ku i kanë trupat e tafërme, se ato e kom përjetu vetë. Ishte shumë e ronë, me ditë që ty të thonë që të ka vra baba, vlla, nana, motra, kushda, dhe mos me ditë gjurët, mos me ditë trupin. Kjo, muhe, thamë, është kategoria me ndishme e shoqërisë tonë. Aty shumë afër njëri tjetrit, aksionet janë marrë 2 shumë suksesshme. Njëna mirë do të thotë kënë prapavit armikut, është fshati Bivolak, larg prapavit armikut, shumë suksesshëm, e shkatrojnë me granat, me mortaj, një transporter të armikut, pas një dam të ushtarëve tonë, po me ushtarë mrena, se u konë transporter, a u konë levizje, Dhe aksioni tjetër u konë dikon në ofër fshatit, në Zhilivod ofër fshatit Sibavc. Bile kjo është edhe incizu me shijet në përve do një transporter që është në levizje në shpejtësi. Po për fat keq nuk kamera u konë e fiksume, nuk u konë që e ka përcjell krejt, po shijet kër e godet mortaja. Edhe ajo do të thonë konë një aksion, një sukses shumë i bashkëleftarëve të mi, edhe ardhen të regun për sukseset e aksionit. Jo larg këtyre ditëve u konë edhe një minë antitank që është montu në daljet fshatit Bivolak, drejtimi për Zhilivod. O një pozite mirë ku konë montua e farë antitanku, ka ro një kamion armik që konë të transportu. Nuk e dhja ka pas gjara ushqimore aqka që të i furnizu ato pikat që thash ma ere të shpia Bajrushin, Zhilivod, atje ma poshtë, edhe aty ka pas domet konsiderueshme se këna pas pamje kur e shkeli minën antitank. Konë data i 17 kur në erë neve informata që ushtarët armik kanë mrije të veni ashtu të qujtër të stanica ose të tabla i thujnë venalit. Në rast se e dini ka shtrijet që qavica Shkodra ku është mas naltit, tash është e montu me antena e valës e qëtu. Atje kishin pasip dhe janë pozicionuat. Natën e kanë kalu qatë. I thira në bashkëleftarët e mi, ata që vazhdimisht, unë që i kumë qujtë njësim mbështetëse, që kur do që është paracit nevoja në konë gjendë nga dëshmëria, që jam mirë njësë vazhdimisht
për çdo betejë, dhe nuk janë kohës për beteja, janë kohë për çka do që u paraqit nevoja. Edhe e banëm planin që kanë ardhur, ndërkohë na vjen një bashkëluftar dhe thotë, ne ushtar u shkuet të shtëpia e tina në kollë, edhe tha, po nuk u mgoj, se unë i thash, mos gabon me shkuet se kum nije që janë hip forcat armike në fillon venin. Po nuk ka ngu, edhe unë nisë. Për fat keq, atë ushtare kena zhdukur sot asaj dite. Ka qenë një ushtar i mirë, e ka dashur uniformën shumë, edhe të nesërmen me mëngjes janë ardhur bashkëluftarët, janë përshëndet, i ku moru fat sukses, edhe një këshill ja ku më dhanë. Thash që aty ku këshyni me pozicionu, llogaritni që ku doni me gjuar mikun që në rast se vjen, gjonën e i farë rrugicet që shkon drejtim Drenicës. Se qatë pjesë Gradica u konëra, dhe zakonisht, ushtarët, kur e shojnë rrezikun, gjithmonë e këshyrin mundësin ka me ikë. Ç'ka arsyeja, vetëm që të këshill ku mund m'ia dhanë. Edhe i kom përcjell janë nis, kanë prit 1 orë, diçka haq ashtu edhe janë nis rafallet. Apo kupton e prit ato, i kisha disa ushtarë rreth veti. Edhe punien që po ndryshojnë rafallet. Erë informacioni tha një amniklinaku i shkon dikun vizit me pa familjen, e tash nuk jam i sigurt, erë se e ka ditë ku jam unë. U falëm, u vetëm qysh jetë e kjeta, komandanta e mbanu, pak pas farë të vanume, tha se kjeta, se këtë ushtarët atje, unë asë që kum ditë që kanë munist, ashtë e rrugës të mlinjet ushtarët armek, na menëshme veç kurrizit. Avnia ka shku natë, që atje ka pasë edhe ushtarë tjerë, më ka ardhur informacioni që janë da tash disa ushtarë armek, pej kurrizit, në drejtim të rrugës të mlinjet, e ajo të rrugë që të kemë straftë. Kjo rrugicë është veç për traktora, për më kupton dhe këmsor, nuk është një farë rrugë që mundet me hi e kjerë ose diçka. E kur kanë thonë ashtu, ajo është edhe një farë drejtimi që më ishin me ardhë dhe kana. E atëhere, e kum përgatit planin, dhe i kum thonë 2 luftarë, jo në gjithë në jo 2 nalt, na 2 po shkojnë atë pushtë. Tash, kjo kur në ka orë neve lajmi, ata ishin nisë shumë ma heret. Kështu që deri se na dalë na dhe s'kena mujtë, se u konë këzë një farë largësie, 300-400 metra, këtë shka për thamon, po kanë mujtë me orën që a drejtim. Edhe pe shuhum në ata 2 bashkëluftarët ka shkuj, na ishme poshtë, ka kruje etheve quhet, të ethë me njënin luftar, po vinë si të mërzitur, në pajke. Tha valla, tha, ne e këshin vrata Januzin, Januz Jasharin. Qa je ka flet? Per avnin nuk e kanë ditë. Apo në kuptan. Tha dhe ishtë ta një djallë, tha, ko që e rritu, tha, po me 2 fëmijë, në bunker. Se pse si more, tha, vallaj, tha, apo tutën, ajo, tha, shkoni, mare mërni, tha, shë, thuj, po ju pret Hafizi, pe i shoka vina, ta, i përcellëm nalt, e di që ato, unë gjetëm nalt, erdhen tash bashkëluftarët, se ata e këshin po qëllimin veç qysh me kalu, apo në kuptan. Edhe tash mu vetë, e kuptum, dhe më thonë që në u ka vra, Enver Tahiri, ushtar i batalionit tem, Mehdi Fazliu, ushtar i brigadës 114, ka qëllu atë, dhe për fatë mirë që unë mendoj, ka ndiku shumë të friga e armikut, se aty ku jenë kont pozicionum që ta 2 që në ronë dëshmorë, si kur të ishin shkue, masit vëtë që i kanë vra këta 2, apo kuptan, këshin mujtë me mritë e civilt, apo në kuptan. Dhe a ditë dhe tëtë ne kanë vra 4, që jo për me në amnët, kanë kaluë, me të 20 në ka ronë prit Murat Krasniqi, duke u këthy pej Gollaku apo Prishtineve të treti, ka ronë prit, ka ronë dëshmore dhaj, në të konë ofër fshatit Beolak, me të 21 kompania e parë është tërhjek pa rezistencë. Do në menaj për fat u konë pa plan nashta, po mirë ka po që u tërhjek. Se ata këshin pas menu që ma s'ka kur gjë ma kanë me pas let
edhe mu merë informacion edhe u bom ushtarë që tash me atat njësisë mbështetëse, edhe e na nisë. Ku i na shku deri dikun, e kena montu me na helsin e 60 mm, aty kena lonë 2 luftarë, edhe kena fillu tash ku do që të mujna mu taku. Me ta unë morën vesh, se quhet një farë veni balosh pe qujënet që nuk ka së shkurra kurgjë, edhe u pajke mirë, me thonë dikun janë 1000 metra, për aty të ku vendos me na helsi. Thash nëse na shihni ju neve, se menojshmi që edhe kena mi sulmu, për edhe duhet mu tërjek, varsisht qysh vishin rrjedhat. Edhe jena shku. Kure kena kalu qatë baloshen, se u konë venin që nuk kishte shkura, e disha që tash kena mu taku dikun. Tash që një djem, as nuk du fjall, as nuk du kall, as nuk du kur gjë. E qova dorën, shtrinë. Apo në kuptat, ta i mirë me vesh. Distanca, pej meje dhe juve ka 2, është ca se shuv njoni tjetërën, se pe ki parasysh kur i zi qavi që qysh mundet me ka. Edhe kena fillu qashtë. Ju kena afru venit ku atave që ishin nalë. Edhe i kena një të folë. Edhe qashtu e këmë rritë dorën, i këmë pozicionu, deri sa e në pozicionu, bashkë luftarë gjithë kërës drejtimin e vetë, veç u dhe zjarëmi se u po tim, na i nishmi ka flasën. Boni përshtypje pëse s'ka roj. Se zakonisht na kur e kena kry shërbimin ushtarak në kohën e Jugosllavisë, kur kena dalë në teren, kur njëherë nuk është bon pushimi i ushtarëve pa i qitë në distancë rojet, për me siguru venin ushtarëve, edhe pse nuk konë luft në atë kohë. Edhe tash, ku më thonë zjarë, kena gjuhë në drejtën tyne, por nuk u konë qëllimi asaj beteje që na me hinë pastrim për me marë, me vrarë, me këtë veç me ushti frikën edhe me këthy. Që kjo konë qëllimi i asaj beteje. Edhe, ku më thonë, nalë në zjarën, o nalë, nuk kena përvu për me hime njëherë, ja u kena dhonë mundësin që kofë që një të plagosën, iknin, kofë që keni të vramë, mërni. Që kjo konë? Mas një 10 minutave, 15, ku më thonë një të pashleftarë, të më që këtheu ma mrapa, apo në kuptën, konë një pak në manal, një varë kodre, edhe këqyra po shë levizje, edhe po janë, së sish milan. Tha me sa unë e poshta veç janë ka hikun. 99% e dëshme që ma veç eken po, për me shku krenë sigurt, nuk hina kështu drejt, shkovat qëtu, si e donën e kundërt. Edhe kjo thamë lëftarve, thash, rrasë e një rafalin, se me nësha që mund tjetë në i plagosën, të jap në i plum, e një rafalin, ose plumin, dhe s'manin zonin mu, dhije që në hongra. Rrasë e një rafalin edhe një zonin, jo të rasë. Po për fatë mirë, kur ollëm aty, hina në atë farveni aty, ku ishin nga nullën, i gjetëm 2 çanta të shtarve, një parë qizme me qerapë, që i kishtë dath edhe i kishtë lanë për muterë aty. Gjetëm edhe municion, paketa, dhe aty fillom ishte buka e nxehtë. Nuk është qëllimi që ne ishmi unë ose diçka, po e festojshme atë fitoren që ne arritëm, sidomos mas humbjes që thashë patëm me datën 18. Edhe aty mas një 20 minutave, jena lëshu të poshtë me njëherë mas tyne, se dojsha me këthy lazën e nicajve që ne këshin marë. Jena lëshu të poshtë edhe kër e në aronë rrugë, përfuni rrugë e në shpijat, e lazës nicajve, shatët si bacë. Edhe të njëjtën gjatë që ju thash ma herët të lagja Bardiqi, edhe ato e pashë që nuk janë thy mundet heqë. Dhe me thonë ju kish hi frika, edhe janë largu. Jena hije në shpija, kishin arrit dhe të këtë hormonat, këtë teshat që ka në kontash, ja kanë këshyrë me vjedh me plaski, që ka të që të gjonë me vjedh një sen, ja kanë pregadit për me i djegë. Tash nuk e di, po kërë na hinë për shpija, kareti kishin zirë poshtë në për dysheme. Tu pushu aty masimave që i kontrollum gjitha shpijat që nuk ka marrë me këtë, më kanë thirë ata 2 bashkëleftarë që ju thash i lam, ma herët atje me minaherës. Edhe interesant, ka brigada 114 zonës Drenicës, natë me nëgjesë u konë si migull. Kënej ka nama ja, edhe po thetë, hej, po njën tonë se thetë, në tonë ka lagja, ka fshati Gradicë. Edhe në këthyje. Diku për në thetë, mësë gutë një thasë se mos po njët. Ta shato, ja veç kanë bon levizjet në sen, po veç ushtime o një që kanë një ata. I morën ata djemët, bashkëleftarët e mi, ne u këna thonë shatër s'ka krille, ato janë edhe për konrashiut, po dhe venin kur dojsh me ra me flejt e në reqat shatorin ato që.
edhe shkom ju të regum atje, edhe kështu që atë ditë në dalë shumë sukses shumë, do të thotë me datën 21 prill, edhe kjo konë dita e funit, deri kur u ikë fori mo, asnjëherë nuk kanë tentu forcat e armikut, nuk kanë provuar për me na sulmue. Si sfide kena pas ardha e shumëve civil edhe ushtar, edhe ka zona e Drenicës, po edhe e Oshtlanit. Ne vazhdimisht kena pas të ardhën dhe të që edhe kena prit, po edhe kena përcjell me kërkesën e tyne. Që kjo ka një sfidë, sepse ishte në pyetje rezervat e ushqimit, nuk kishme të mjaftueshme, u deshke me bo plan për një kohë sa më të gjatë. Po për fat mirë ja kena arrit se vazhdimisht në prapavi që kena mujt, kena nxirr rezervat të ushqimit që i ka pas popullata. Millin, misrin, grunin, edhe kushdo që ka pas nevojë, bile në kohën e funit një racion e kena pas misër zim, për me mujt me i rujt rezervat, se nuk e dishëm kur me përfundue lufta. Edhe do të thotë që sfidu konë që kja, sa që në dikon mujin maj, edhe u banëm bashk gjitha komandat e zonës në ardhen aty, e brigadës, e njësia speciale, edhe u banëm bashk spaku me provuat mujin e fundit të përfundimit luftës, edhe bile në këtë rast, ku ke fjallat të rezervat e ushqimit, se bashkëpunimi me popullatën, kisha dash me shfrytzu këtë mundësi, mi falenderu edhe me shpreh një mirënjohje të përjetshme të familjeve të luftarëve që aq shumë janë për kujdes normal për djemtë e vetë, po për luftarët tonë që kanë pas detyrë për me mbrojt vetën e vetë, njësinë, popullatën dhe pronën atje. Kisha dash dhe tëtë me shfrytëzue këtë mundësi dhe tëtë me i falenderu këtë ndihmësat e batalionit, komandantit e batalionit, që e kumë pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, një falenderim, një mirënjohje përjetshme shkon për luftarët e njësisë mbështetësit që në çdo moment kur u paraqit nevoja për me u bashkanxhit luftarëve në për fshatnat që na kanë të sulmum, kanë qenë gjendje gatishmërie vazhdimisht. Kështu që gjithashtu luftarët në përgjithësi, sepse me të vërtetë u bën një punë e madhe atje, mendoj që kena arrit me dalë faqebardhë. Sepse Qiqavica ka qenë një stre ku kanë mujtë të tëtë me edhe mu strehu, edhe me kalu për një vend tjetër, të gjitha këto mundësi të tëtë i kanë pas në Qiqavicë, ose në Artakall.